Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, më lejoni t'ju bëj një pyetje. A keni qenë ndonjëherë në atë situatë kur dashuria juaj dhe familja juaj janë në dy anë të kundërta? A keni ndjerë ndonjëherë atë dhimbje të thellë kur zemra juaj dëshiron diçka, por tradita dhe kultura ju therrasin në një drejtim tjetër? Sot do të ndajmë me ju një histori që do t'ju prek thellë në shpirt. Shkruani në komente çfarë do të bënit ju në vendin e Arianës. A do ta zgjidhni dashurinë apo familjen? Le të fillojmë. Dielli i hershëm i mëngjesit depërtonte përmes dritareve të vjetra të shtëpisë së vogël në periferi të Shkodrës. Rrezet e para të dritës prekshin me butësi fytyrën e vogël të Arianës, një vajzë 8 vjeçare me sy të mëdhenj kafe që mbante në vete një botë ëndrash. Ajo zgjohej çdo mëngjes me tinguj të njëjtë. Babai i saj që kollitej në dhomën ngjitur, nëna që lëvizte në heshtje në kuzhinë duke përpjekur të bëjë mrekulli me pak gjëra që kishin. Shtëpia e tyre ishte e vogël, me 2 dhoma dhe një kuzhinë që shërbente edhe si dhomë denjeje. Muret ishin të lyera me një ngjyrë të zbehtë të verdhë, që dikur kishte qenë e gjallë, por tani mbante shenjat e viteve të vështira. Dyshemeja e drurit kërciste në çdo hap, dhe dimrat ishin veçanërisht të ashpra, kur era e ftohtë depërtonte nga çdo plasaritje e murit. Ariana kishte 2 vëllezër më të vegjël, Arbenin dhe Dritanin. Arbeni ishte 5 vjeç, një djalë i gjallë me flokë të zinj si qymyri dhe buzëqeshje që ndriçonte dhomën edhe në ditët më të errta. Dritani ishte vetëm 3 vjeç, ende i vogël për të kuptuar plotësisht situatën e familjes, por mjaft i matur për moshën e tij. Babai i Arianës, John, kishte qenë dikur një punëtor i fortë në fabrikën lokale të çimentos, por një aksident në punë para pak dimrave i kishte dëmtuar keq shpinën. Tani ai mund të lëvizte vetëm me vështirësi dhe mundësia për të gjetur punë ishte pothuajse e pamundur. Ai kalonte ditët duke u përpjekur të bënte punë të vogla në shtëpi, duke riparuar atë që mund të riparohej, por dhimbja fizike dhe ajo shpirtërore e konsumonte. Nëna, Lule, ishte shtylla e familjes. Ajo punonte si pastërtore në disa shtëpi të familjeve më të pasura në qendër të qytetit. U ngriste në errësirë të plotë të mëngjesit, përpara se dielli të dilte, dhe kthehej në shtëpi vonë në mbrëmje, me duart e kuqëremta dhe trupin e lodhur. Megjithatë, ajo nuk ankohej kurrë. Buzëqeshja e saj e butë, edhe pse e lodhur, ishte drita që mbante familjen bashk. Ariana e kuptoi shumë herët se jeta e tyre ishte ndryshe nga jeta e fëmijëve të tjerë që shihte në shkollë. Ndërsa shokët e saj klase sillnin drekë të pasur në kutitë e tyre plastike me ngjyra, Ariana kishte një copë buke me pak djath, ose ndonjëherë vetëm bukë të thatë. Ajo mësoi të mos kërkonte asgjë, të mos ankohej, të ishte falënderuese për atë që kishte. Por pas atyre syve të mëdhenj kafe, fshihej një inteligjencë mprehtë dhe një ambicie të nuk u përpoth me rrethanat e saj. Mësuesit në shkollë shpesh habiten nga zgjuarësia e saj. Ariana ishte gjithmonë e para që ngrinte dorën për t'u përgjigjur pyetjeve. Lexonte çdo libër që mund të gjente dhe ëndrronte për një botë përtej maleve të Shkodrës. Një ditë, kur po kthehej nga shkolla, Ariana ndali pranë një dyqani librash në qendër të qytetit. Në vitrinë kishte një libër me një fotografi të një qyteti të madh europian, ndërtesa të larta, rrugë të ndriçuara, njerëz të veshur bukur që ecnin me hapa të sigurt. Zemra e saj u mbush me një ndjesi të çuditshme, një përzierje dëshire, shprese dhe pikëllimi. Ajo e dinte që nuk kishte para për të blerë atë libër, por figura në atë fotografi i mbeti ngjitur në mendje. Në shtëpi situata financiare po bëhej gjithnjëherë e vështirë. Nëna Lule humbi një nga punët e saj sepse familja për cilën punonte u zhvendos në qytet tjetër. Tani të ardhurat e saj ishin edhe më të pakta. Ata filluan të hanë një herë në ditë dhe shpesh ajo vakt ishte vetëm pak grur të zier me pak krip. Një mbrëmje dimri, kur bora binte jashtë dhe era u lërinte, Ariana e dëgjoi prindrit e saj të flisnin në heshtje në dhomën ngjitur. Ajo nuk donte të dëgjonte, por muret e holla nuk mbanin shumë sekrete. Nuk mund të vazhdojmë kështu, Lule, thoshte babai me një zë të mbytur nga dëshpërimi. Fëmijët po vuajnë. Arbeni ka nevojë për ilaçe për kollën e tij dhe ne nuk kemi as për bukë. E di, John, e di, përgjigjej nëna dhe Ariana mund të dëgjonte dridhje në zërin e saj. Më shvlloni duke shkuar tek kushërimi im në fshat, mund të jetoj me ta për një kohë. Jo, John, ata vetë kanë vështirësi, nuk mund të bëhemi bare dhe ne. Ariana e ndjeu një peshë të madhe në kraharor. Ajo ishte ende fëmijë, por në atë moment u ndjeu si të ishte rritur papritur. Ajo e kuptoi se familja e saj ishte në një pikë kritike dhe diçka duhet të ndryshonte.
Ditët e mëvonshme ishin edhe më të vështira. Arbeni u smur më keq dhe babai u detyrua të shes orën e vjetër të tij, të vetmin gjë me vlerë që kishte, për të bler ilaçe. Nëna Lule punonte tani edhe më shumë orë, tentonte të gjente punë shtesë kudo që mundej. Një ditë kur Ariana po kthehej nga shkolla, e pa nënën e saj duke ecur në rrugë, ajo duke e lodhur sa mese që tëndronte në këmbë. Ariana vrapoi drejt saj. "Nën, a je mirë?" Lule u përpoq të buzëqeshte. "Po, zemra ime, jam mirë, vetëm pak e lodhur." Por Ariana pa lotët që nëna po përpiqej t'i fshihte. Ajo e kapi dhorën e saj dhe ecën bashkë në heshtje drejt shtëpisë. Në atë moment, Ariana mori një vendim në zemrën e saj të vogël. Ajo do të bënte çdo gjë që ishte e mundur për të ndihmuar familjen e saj. Do të ishte e fortë, do të mësonte mirë dhe një ditë do të gjente një mënyrë për t'i dhënë një jetë më të mirë. Vitet kaluan dhe Ariana u rrit në një vajzë të re të bukur dhe të zgjuar. Në moshën 15 vjeçare, ajo më kishte marrë përgjegjësi që shumë të rritur do të kishin vështirësi t'i mbanin. Pas shkolle, Ariana punonte në një dyqan të vogël të rapaqepsisë, duke ndihmuar pronarët me punë të ndryshme. Pastronte, rregullonte stoqet dhe ndonjëherë ndihmonte me qepje të thjeshta. Paratë që fitonte ishin të pakta, por për familjen e saj ishin të çmuara. Ajo i jepte çdo monedhë nënës së saj dhe ndjente një krenari të veçantë ku shikonte lehtësimin në fytyrën e Lules. Shkolla ishte vetëm vend ku Ariana mund të harronte për një çast vështirësitë e jetës. Ajo ishte studentja më e mirë e klasës dhe mësueset shpesh flisnin për të si për një shembull frymëzues. Por Ariana e dinte që për të shkuar në universitet, diçka që ndëronte thellë në zemër, familja e saj nuk kishte as llogaritë më të vogla financiare. Një ditë pranvere, kur lulet filluan të çelnin në kopshtet e qytetit dhe era mbarte erëra të ëmbla, profesoresha e saj e gjuhëve të huaja, zonja Elira, e thirri Arianën pas orës së mësimit. "Ariana, dua të flas me ty," tha ajo me një zë të butë. "Kam vërejtur talentin tënd të jashtëzakonshëm për gjuhët e huaja. Anglishtja jote është e shkëlqyer dhe italianin po mëson shumë shpejt." Ariana buzëqeshi me modesti. "Faleminderit, zonjë Elira, më pëlqen të mësoj gjuhë të reja." "E di që situata jote familjare nuk është e lehtë," vazhdoi profesoresha, duke e shikuar me një shprehje të mbushur me dëmshuri. "Por kam dëgjuar për një program për të rinjt që dëshirojnë të punojnë jashtë vendit. Ka mundësi për të shkuar në Zvicër, Gjermani ose vende të tjera evropiane për të punuar. Paguajnë mirë dhe shumë familje shqiptare janë ndihmuar nga këto mundësi." Zemra e Arianës filloi të rrihej më shpejt. Zvicra, Europa, mundësi për të ndihmuar familjen e saj. Por në të njëjtën kohë një ndjenjë frike e pushtoi. Të largohesh nga shtëpia, nga prindrit e saj, nga vëllezërit e vegjël. "Do të mendoj për këtë," tha ajo me zë të ulët. Atë mbrëmje, Ariana nuk foli shumë në darkë. Babari i saj, John, kishte pasur një ditë veçanërisht të vështirë me dhimbjet e shpinës dhe nëna Lule dukej më e lodhur se kurrë. Arbeni dhe Dritani, tani adoleshent, gjithashtu kishin filluar të punojnë punë të vogla për të kontribuar, por ata ishin ende të rinj dhe mundësitë ishin të kufizuara. Pasi fëmijët e tjerë shkuan në shtrat, Ariana u ul pranë prindërve të saj. "Nën, babi, kam nevojë të flas me ju për diçka të rëndësishme." Ata ngritën syt, të shqetësuar nga serioziteti në zërin e saj. Ariana mori një frymë të thellë. "Profesoresha ime më foli për një program që ofron mundësi pune në Zvicër. Mund të shkoja atje, të punoj dhe të dërgoj para në shtëpi. Do të ishte një mënyrë e mirë për të ndihmuar familjen tonë." Heshtja e rënd ra në dhomë. Nëna Lule e shikonte me sy të mbushur me lot, ndërsa babai John fërkonte ballët me dorën e tij të rrudhur. "Jo," tha Lule me zë të thyeshëm. "Jo, vajza ime, ti je shumë e re. Zvicra është larg, shumë larg. Si do t'jetosh atje e vetme?" "Do t'jem mirë, nën," insistoi Ariana, edhe pse e ndjente veten duke u thyer brenda. "Do t'jem mirë, kam mësuar disa gjuhë, do të gjej punë dhe do të mund të dërgoj para që do të na ndihmojnë të gjithëve. Arbeni dhe Dritani kanë nevojë për shkollim më të mirë, babai ka nevojë për trajtim mjekësor." "Vajza ime e dashur," tha babai, dhe për herë të parë në shumë vite, Ariana pa lot në sytë e tij. "Ti ke bërë tashmë shumë për ne. Nuk duhet të sakrifikosh jetën tënde." "Kjo nuk është sakrificë," tha Ariana duke kapur duart e të dy prindërve të saj. "Kjo është zgjedhja ime. Ju keni sakrifikuar gjithçka për ne. Tani është radha ime të bëj diçka për këtë familje."
Diskutimet vazhduan për javë. Nëna Lule ishte veçanërisht e shqetësuar. Ajo kishte dëgjuar histori të ndryshme për vajza të reja, që kishin shkuar jashtë vendit dhe kishin hasur në vështirësi. Por Ariana ishte e vendosur. Ajo hyri në kontakt me agjentët që organizonin këto programe, mësoi të gjitha detajet dhe siguroi që gjithçka ishte legjitime dhe e sigurt. Procesi ishte i gjatë dhe i komplikuar. Dokumentet, lejet, certifikatat, gjithçka kërkonte kohë dhe një sasi të vogël parash që familja me zor arriti të grumbullonte. Ariana gjeti edhe një punë të dytë, duke pastruar në një restorant në mbrëmje për të kontribuar në fondet e nevojshme. Në për të gjithë këtë periudhë, Ariana vazhdoi shkollën me rezultate të shkëlqyera. Ajo diplomua si studentja i parë e klasës dhe në ceremoninë e diplomimit, kur mori certifikatën e saj, prindrit e saj ishin në rreshtin e parë, me sy të mbushur me lot krenarie dhe trishtimi. Pas disa muajsh përgatitjesh, erdhi dita kur Ariana mori aprovimin përfundimtar. Ajo do të shkonte në Zvicër për të punuar si kujdestare dhe pastërtore në një shtëpi private në afërsi të Zyrihut. Familja që e priste ishte e njohur si njerëz të mirë dhe kushtet ishin të qarta. Ajo do të kishte një dhomë të saj, ushqim dhe një pagë të rregullt që ishte shumë më e lartë se sa çfarë mund të fitonte në Shqipëri. Dita e nisjes ishte një mëngjes vjeshte. Era ishte e ftohtë dhe qielli ishte i mbuluar me re të holla. Ariana kishte paketuar rrobat e saj të pakta në një valixhe të vjetër të huazuar. Ajo kishte vetëm 20 vjeç, por në sy mbante pjekurinë e dikujt që kishte jetuar më shumë se ta. E gjithë familja ishte zgjuar që në mëngjes të hershëm. Nëna Lule kishte përgatitur një mëngjes të vogël, vetëm atë që mund të përballonte, por askush nuk hëngri shumë. Stomakut e tyre ishin të mbyllur nga emocionet. Vëllezërit e Arianës, Arbeni dhe Dritani, tani djem të rinj, gjithashtu kishin filluar të punojnë punë të vogla për të kontribuar, por ata ishin ende të rinj dhe mundësit ishin të kufizuara. Pasi fëmijët e tjerë shkuan në shtrat, Ariana u ul pranë prindërve të saj. "Nën, babi, kam nevojë të flas me ju për diçka të rëndësishme." Ata ngritën syt, të shqetësuar nga serioziteti në zërin e saj. Ariana mori një frym të thellë. "Profesoresha ime më foli për një program që ofron mundësi pune në Zvicër. Mund të shkojë atje, të punoj dhe të dërgoj para në shtëpi. Do të ishte një mënyrë e mirë për të ndihmuar familjen tonë." Heshtja e rënd ra në dhomë. Nëna Lule e shikonte me sy të mbushur me lot, ndërsa babai John fërkonte ballët e tij të rrudhur. "Jo," tha Lule me zë të thyeshëm. "Jo, vajza ime, ti je shumë e re. Zvicra është larg, shumë larg. Si dhe t'jetosh atje e vetme?" "Do t'jem mirë, nën," insistoi Ariana, edhe pse e ndjente veten duke u thyer brenda. "Do t'jem mirë, kam mësuar disa gjuhë, do të gjej punë dhe do të mund të dërgoj para që do të na ndihmojnë të gjithëve. Arbeni dhe Dritani ka nevojë për shkollim më të mirë, babai ka nevojë për trajtim mjekësor." "Vajza ime e dashur," tha babai, dhe për herë të parë në shumë vite, Ariana pa lot në sytë e tij. "Ti ke bërë tashmë shumë për ne. Nuk duhet të sakrifikosh jetën tënde." "Kjo nuk është sakrificë," tha Ariana duke kapur duart e të dy prindërve të saj. "Kjo është zgjedhja ime. Ju keni sakrifikuar gjithçka për ne. Tani është radha ime të bëj diçka për këtë familje." "Vetëm ty," tha Arbeni, dhe filloi të qante. Ariana e përqafoi fort, duke luftuar me lotët e saj. "Unë gjithmonë do t'jem me ju në zemër dhe do të flasim çdo ditë nëpërmjet telefonit." Babai John, edhe pse i dobët fizikisht, qëndroi drejt. Ai e përqafoi vajzën e tij dhe i kujtoi: "Ti je forca e kësaj familje, Ariana, por kujdes për veten. Jeta atje do t'jetë e vështirë në fillim. Mos harro kush je dhe nga vjen." "Nuk do të harroj kurrë, babi," premtoi Ariana. Por ishte nëna Lule që e shkatroi çdo përpjekje të Arianës për të qëndruar e fortë. Ajo e përqafoi vajzën e saj dhe filloi të qante pa zë. Trupi i saj i vogël po dridhej me gjithë dhimbjen e një nëne që po ndahej nga fëmia i saj. "Vajza ime, zemra ime," pëshpriti ajo. "Çdo ditë do të lutem për ty. Çdo mbrëmje do të shoh drejt veriut dhe do të mendoj për ty. Premto që do të kujdesesh për veten." "Premtoj, nën," tha Ariana, duke e puthur në ball. "Dhe premtoj që do të bëj krenare. Gjithçka që po bëj është për ju." Rruga drejt stacionit të autobusëve u duk si më e gjata që kishte ecur ndonjëherë Ariana. Çdo hap largohej nga shtëpia e saj,
dhe çdo hap ishte një luftë e brendshme midis vendimit të saj të vendosur dhe dëshirës për t'u kthyer mbrapsht. Në stacion, familja e saj qëndroi derisa autobusi u largua. Ariana u ul pranë dritares dhe shikoi prapa. Ajo mund t'i shihte të gjithë, nënën që po fshihte lotët me fund të shamis, baban që po mbështetej në Arbenin, dritanin që po ngrite dorën për t'u përshëndetur. Ndërsa autobusi filloi të lëvizte, Ariana vendosi dorën në xham sikur po përpiqej të prek familjen e saj një herë të fundit. Dhe pastaj, ata u bën më të vegjël, derisa u zhdukën plotësisht nga pamja. Ajo u rrëzua mbrapsht në ulse dhe laqi lotët të rrjedhin lirisht. Udhëtimi drejt aeroportit ishte i gjatë dhe ajo kishte kohë të mendonte për gjitha që po linte pas. Shkodra e saj e dashur, rrugët që i njihte përmendësh, kodriat dhe malet që kishin qenë pjesë e peizazhit të jetës së saj. Por ajo gjithashtu mendonte për të ardhmen. Ajo imagjinonte veten duke punuar fort, duke kursyer para, duke i dërguar ato në shtëpi. Imagjinonte ditën kur vëllezërit e saj do të mund të vazhdonin shkollimin pa shqetësim, kur babai i saj do të mund të merrte trajtimin mjekësor që kishte nevojë, kur nëna e saj do të mund të pushonte nga puna e rëndë. Në aeroport, gjithçka ishte e re dhe e frikshme. Ariana nuk kishte fluturuar kurrë më parë. Procedurat e kontrollit, njerëzit që vrapojnë këtu e atje, tingujt e nojnësimeve në gjuhë të ndryshme, gjithçka ishte mbytëse. Por ajo mori një frymë të thellë dhe kujtoi fjalët e babait të saj. Ti je e fortë, Ariana, dhe ajo ishte. Ajo kishte përballuar vështirësi të tmerrshme në jetë dhe kjo ishte vetëm një sfidë tjetër. Fluturimi ishte një përjetim surreal. Ndërsa avioni ngrihej nga toka, Ariana shikoi nga dritarja dhe shoh Shqipërinë duke u bërë gjithnjë e më e vogël poshtë saj. Malet, qytetet, Bregdetin, të gjitha duke u larguar. Ajo u mbyllti syt dhe filloi të lutej. E lutej për forcë, për udhëzim dhe për familjen e saj që po linte pas. Aeroporti i Zyrihut ishte ndryshe nga gjithçka që Ariana kishte shihur kurrë më parë. Gjithçka ishte e pastër, e organizuar, moderne. Njerëzit ecin me siguri, të veshur me rroba elegante. Tingujt e anonceve në gjuhë të ndryshme mbushnin ajrin. Ariana ndjeu veten të vogël dhe të humbur në atë det njerëzish. Ajo kontrolloi për herë të 10 letrën që kishte në dorë, adresën e familjes ku do të punonte dhe instruksionet se si të arrinte atje. Një grua e mesme e moshuar, me flok gri dhe një buzëqeshje të ngrohtë, po qëndronte pranë daljes me tabelën me emrin Ariana. Ishte zonja Weber, nëna e familjes ku Ariana do të punonte. "Përshëndetje Ariana", tha në anglisht, me akcent të fortë zviceran. "Mirë se erdhe. Udhëtimi ishte i mirë?" "Po, faleminderit", ju përgjigj Ariana, duke u përpjekur të buzëqeshte edhe pse ishte e lodhur dhe e shqetësuar. Zonja Weber e ndihmoi me valixhen dhe u udhëzua drejt një makine të zezë të parkuar jashtë. Ndërsa udhëtonin drejt shtëpisë, Ariana shikonte me mahnitje rrugët e pastra, ndërtesat e bukura, makinat e shndruara, parqet e mirëmbajtura, gjithçka dukej si të ishte marrë nga një revistë. "Zvicra është vend i bukur, por ka rregullat e veta", shpjegoi zonja Weber. "Ne jemi njerëz të qetë, na pëlqen rendi dhe saktësia. Ti do të mësosh shpejt." Shtëpia e familjes Weber ishte një vile e bukur në një lagje të qetë. Kopshti ishte i mbushur me lule dhe shtëpia vet ishte ndërtuar me kujdes, me dritare të mëdha dhe një hyrje elegante. Zonja Weber e çoi Arianën në domën e saj në katin e dytë. Ishte një dhomë e vogël por të rehatshme, me një shtrat të pastër, një dollap, një tavolinë dhe një dritare që shikonte kopshtin. Për Arianën që dante çdo ditë një dhomë të vogël me vëllezërit e saj, kjo ishte luks. "Pusho sot", tha zonja Weber. "Nesër do të fillosh punën. Do të shpjegoj gjithçka që duhet të dish." Kur dera u mbyll, Ariana u rrëzua mbrapsht në ulse dhe la që lotët të rrjedhin lirisht. Udhëtimi drejt aeroportit ishte i gjatë dhe ajo kishte kohë të mendonte për gjitha që po linte pas. Shkodra e saj e dashur, rrugët që i njihte përmendësh, kodriat dhe malet që kishin qenë pjesë e peizazhit të jetës së saj. Por ajo gjithashtu mendonte për të ardhmen. Ajo imagjinonte veten duke punuar fort, duke kursyer para, duke i dërguar ato në shtëpi. Imagjinonte ditën kur vëllezërit e saj do të mund të vazhdonin shkollimin pa shqetësim, kur babai i saj do të mund të merrte trajtimin mjekësor që kishte nevojë,
kur nëna e saj do të mund të pushonte nga puna e rëndë. Ajo nxori celularin e saj të vjetër dhe thirri në shtëpi. Nëna ju përgjigj menjëherë, sikur kishte qenë duke pritur pranë telefonit. Ariana, a je mirë? Ke mbërritur? Po nën, kam mbërritur. Gjithçka është në rregull. Shtëpia është e bukur dhe zonja që po më pret është e sjellshme. Falenderoj Zotin, tha Lule, dhe Ariana mund të dëgjonte lehtësimin në zërin e saj. U kujdes për veten, vajza ime, na mungon tashmë. Edhe mua më mungoni të gjithë, tha Ariana, duke luftuar me lotët. Por do të bëj këtë punë, do të sill para në shtëpi dhe do t'ju ndihmoj. Ato folën për ca minuta të tjera, duke ndarë detaje të vogla, derisa Ariana ndjeu se po e lodhte shumë nënën me koston e telefonit. Ato u përshëndetën dhe Ariana vendosi celularin në tavolinë. Ajo shikoi nga dritarja. Dielli po përëndonte, duke ngjyrosur qiellin me nuanca portokalli dhe roz. Ishte një pamje e bukur, por Arianës i mungonin perëndimet e diellit në Shkodër, me malet në sfond dhe tingujt e qytetit të saj. Ajo i premtoi vetes që do t'ishte e fortë. Kjo ishte vetëm fillimi i një udhëtimi të gjatë, dhe ajo nuk do të dorëzohej. Dita e parë e punës ishte intensive. Zonja Weber e zgjoi Arianën në orën 6 të mëngjesit. Rutina ishte e qartë: pastrimi i shtëpisë, larja e rrobave, përgatitja e disa vakteve dhe kujdesi ndaj gjyshit të familjes, një burr i moshuar që kishte nevojë për ndihmë me lëvizjet. Ariana punoi me përkushtim. Çdo detaj duhet të ishte perfekt. Dyshemet pa një grimc pluhuri, enët e lara dhe të vendosura saktësisht, rrobat e hekurosura pa asnjë rrudh. Standardet zvicerane ishin shumë më të larta se ajo që kishte njohur Ariana, dhe ajo u përpoq shumë për të arritur ato. Në fillim, gjithçka ishte e vështirë. Gjuva ishte pengesa e parë. Edhe pse Ariana dinte anglisht, shumë nga udhëzimet i jepeshin në gjermanisht dhe ajo duhet të mësonte shpejt. Zonja Weber ishte e durueshme, por gjithashtu e rrept. Ajo priste punë të mirë bërë dhe nuk toleronte gabimet. Ditët kalonin në një ritëm monoton. Ariana zgjohej herët, punonte gjatë gjithë ditës dhe në mbrëmje kthehej e lodhur në dhomën e saj. Ajo thirri në shtëpi sa herë që mundej, por kostoja e telefonatave ishte e lartë dhe ajo duhet të kursente çdo para. Pas muajit të parë, Ariana mori pagën e saj. Ishte më shumë se sa kishte parë ndonjëherë. Me duaret të dridhura, ajo shkoi në një agjenci transferimi parash dhe dërgoi më së shumti në Shqipëri për familjen e saj. Mbajti vetëm një sasi të vogël për nevojat e saj personale. Kur nëna e saj e thirri për ta falenderuar, zëri i Lules ishte plot me lot lumturie. Ariana, vajza ime, këto para janë bekimi i Zotit. Do të paguajmë disa nga borxhet dhe do të blejmë ushqim të mirë për djemt. Ti po na shpëton, zemra ime. Këto val i dan Arianës fuqinë për të vazhduar. Çdo ditë e vështirë, çdo moment kur ndjehej e vetmuar, ajo kujtonte pse ishte atje. Ajo nuk punonte për veten, ajo punonte për familjen e saj. Por jeta në Zvicër nuk ishte vetëm punë. Gjatë ditëve të lira, që ishin të rralla, Ariana filloi të eksploronte zonën. Ajo ecte në rrugët e qeta të lagjes, vizitonte parqet, shikonte njerëzit. Një ditë, ndërsa po blinte disa gjëra të vogla nga një dyqan lokal, ajo takoi një vajzë tjetër shqiptare. Emri i saj ishte Dafina, dhe ajo kishte ardhur në Zvicër para disa vitesh për arsye të ngjashme me Arianën. Është e vështirë në fillim, i tha Dafina, ndërsa pinin kafe së bashku në një kafe të vogël. Por me kalimin e kohës bëhet më e lehtë. E unë tani kam mjaft miq këtu dhe kam mësuar gjermanisht mirë, ndonjëherë edhe ndihem si në shtëpi. Ato filluan të takoheshin rregullisht dhe Dafina u bë miqja e parë e vërtet që Ariana kishte në Zvicër. Ato ndanin historitë e tyre, flisnin për familjet e tyre në Shqipëri dhe ndihmonin njëra tjetrën në momentet e vështira. Por edhe me këtë miqësi të re, Ariana ende ndjente një boshllëk. Ajo i mungonte familja, i mungonte kultura e saj, i mungonte ndjenja e përkatësisë. Çdo mbrëmje, përpara se të flinte, ajo shikonte fotografitë e familjes në celularin e saj të vjetër dhe lutej të gjithë të ishin mirë. Muajt kaluan dhe Ariana u përshtat gjithnjë e më shumë me jetën në Zvicër. Ajo mësoi gjermanisht bazik, u bë më e shpejtë dhe më efikase në punë dhe madje filloi të kursente një sasi të vogël parash për veten. Një pasditë e vjeshte, ndërsa po pastronte godinën, Ariana dëgjoi zërin e një djali të ri nga shtëpia e ngjitur. Ai po fliste në telefon, e qeshur me zë të lartë. Zëri i tij ishte i ngrohtë dhe miqësor. Ariana u ngrit zyt për një moment dhe e pa. Një djalë i gjatë me flokë të artë dhe sy blu. Ai po vishte rroba sporte dhe dukej se kishte sapo kthyer nga një aktivitet.
Djali e vuri re Arianën dhe bëri një gjest përshëndetës me dorë. Përshëndetje. Ariana u trondit për një moment, tha i buzëqeshi dhe u përgjigj. Përshëndetje. Ajo nuk e dinte në atë moment, por ky takim i shkurtër do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e jetës së saj. Emri i djalit ishte Lukas. Ai jetonte me familjen e tij në shtëpi ngjitur dhe ishte student në universitetin lokal, duke studiuar inxhinieri. Lukas kishte një personalitet të hapur dhe miqësor, dhe shpejt filloi të fliste me Arianën sa herë që e shihte në godinë. Nga vjen? E pyeti ai një ditë duke folur në anglisht të rrjedhshëm. Nga Shqipëria, u përgjigj Ariana, duke vazhduar të korte lule të vyshkura. Shqipëri, një vend i bukur. Nuk kam qenë kurrë atje, por kam dëgjuar shumë gjëra të mira. Biseda e tyre ishte e shkurtër, por u bë fillimi i shumë të tjerave. Lukas kishte një kuriozitet të sinqertë për kultura të ndryshme dhe i bënte Arianës pyetje për Shqipërinë, për jetën e saj atje, për traditat dhe historinë. Ariana në fillim ishte e rezervuar. Ajo ishte mësuar të mbante distancë me të tjerët, veçanërisht me burrat, por Lukas kishte një mënyrë të veçantë të bënte të ndihej rehat. Ai nuk ishte i padrejtë ose arrogant si disa nga njerëzit që Ariana kishte hasur. Ai dëgjonte me vëmendje, bënte pyetje të menduara dhe tregonte respekt të vërtetë për përvojat e saj. Me kalimin e kohës, bisedat e tyre u bën më të shpeshta dhe më të gjata. Lukas filloi të ndalonte qëllimisht kur e shihte Arianën, duke krijuar arsye për të biseduar. Ndonjëherë ai sillte kafe për të dy dhe ulur në një stol në kopsht, ata flisnin për gjithçka, nga politika e jetës, nga filozofia tek muzika, nga ëndrat tek frika. Ariana gjeti veten duke pritur këto momente. Për herë të parë që kur ishte në Zvicër, ajo nuk ndjehej e vetme. Lukas ishte dikush që e kuptonte, dikush me të cilin mund të ndante mendimet dhe ndjenjat e saj. Një ditë, ndërsa po binte shi lehtë dhe qielli ishte gri, Lukas e ftoi Arianën për një shëtitje në një park pranë. Ariana hezitoi. Ajo nuk donte të krijonte probleme me punën e saj dhe gjithashtu nuk ishte e sigurt nëse ishte e përshtatshme. Por Lukas insistoi me butësi. Është vetëm një shëtitje, Ariana. Do të jetë e bukur të dalësh pak nga rutina. Ke nevojë të çlirohesh ndonjëherë. Ajo u pajtua dhe ai pasdite u shndërrua në një nga më të bukurat që Ariana kishte përjetuar. Ata ecën në përshtigjet e parkut, të rrethuar nga pemë të larta dhe tingujt e natyrës. Lukas i tregoi asaj për studimet e tij, për pasionet e tij, për familjen e tij. Prindrit e mi janë njerëz të mirë, tha ai, por ndonjëherë ata janë shumë të përqendruar në norma dhe në atë që shoqëria pret. Unë dua të jetoj jetën time në mënyrën time, të njoh njerëz të ndryshëm, të mësoj nga kultura të ndryshme. Ariana ndjeu një lidhje të veçantë me këto fjalë. Ajo gjithashtu kishte ndjera presionin e pritshmërive, pritshmëritë e familjes së saj, pritshmëritë e shoqërisë në Shqipëri, pritshmëritë që vinin me rolin e saj si vajza më e madhe. Edhe unë kam ndjerë të njëjtën gjë, pranoi ajo. Kam dashur gjithmonë të kem më shumë liri, të eksploroj botën, por përgjegjësitë familjare gjithmonë kanë qenë në vend të parë. Ti je shumë e guximshme që erdhe këtu, tha Lukas, duke e shikuar me admirim. Shumë njerëz nuk do të kishin guximin të bënin atë që ti ke bërë. Ato fjalë prekën Arianën thellë. Ajo nuk e kishte menduar veten si të guximshme. Ajo thjesht kishte bërë atë që duhej bërë. Por të dëgjonte këto fjalë nga dikush tjetër, veçanërisht nga dikush si Lukas, e bëri të ndjejë diçka të re, një ndjenjë prenarje për veten. Ndërsa ktheheshin nga shëtitja, filloi të binte shi më shumë. Ata vrapuan për shtrehim në një pemë të madhe, duke qeshur ndërsa lëkura atyre lagej. Për një moment, koha dukej se ndaloi. Ata shtëndronin aty, duke i shikuar njëri tjetrin, dhe Ariana ndjeu zemrën e saj duke rrahur më shpejt. Lukas e hapi gojën për të thënë diçka, por pastaj hezitoi. Ai buzëqeshi në vend kësaj dhe tha: "Duhet kthehemi përpara se të ftohemi." Por Ariana e dinte që kishte pasur diçka më shumë në atë moment, diçka të pathënë, por të ndjeshme. Nga ajo ditë, diçka ndryshoi midis tyre. Bisedat e tyre morën një thellësi të re. Ata filluan të ndajnë jo vetëm fakte për jetët e tyre, por edhe ndjenjat e tyre, frikrat e tyre, ëndrat e tyre më të fshehta. Ariana gjeti veten duke pritur këto momente. Për herë të parë që kur ishte në Zvicër, ajo nuk ndjehej e vetme. Lukas ishte dikush që e kuptonte, dikush me të cilin mund të ndante mendimet dhe ndjenjat e saj. Stinët ndryshuan dhe vjeshta u zvendësua nga dimri. Qyteti u mbulua me borë të bardhë dhe ajri u bë i ftohtë dhe i qartë. Por për Arianën, dimri soli një ngrohtësi që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Marrëdhënia e saj me Lukas thellua në mënyra që ajo nuk e kishte imagjinuar. Ata gjenin mënyra për të kaluar kohë së bashku, takoheshin në parqe, shkonin për kafe në qendrat qeta të qytetit, ndonjëherë thjesht ecnin dhe flisnin për gjithçka, nga politika e jetës, nga filozofia tek muzika, nga ëndrat tek frika.
Ariana e gjeti veten duke pritur këto momente. Për herë të parë që kur ishte në Zvicër, ajo nuk ndjehej e vetme. Lukas ishte dikush që e kuptonte, dikush me të cilin mund të ndante mendimet dhe ndjenjat e saj. Nuk e di për heroizmin, tha ajo me një zë të butë, por e di që nuk mund të dorëzohem. Shumë njerëz varen nga unë. Dhe kjo është pikërisht ajo që të bën të veçantë, tha Lukas, duke kapur dorën e saj mbi tavolinë. Prekja e tij e bëri zemrën e Arianës të kërcende. Ajo e shikoi, dhe në sytë e tij pa diçka që e tronditi, një dashuri të thellë dhe të sinqertë. Lukas, filloi ajo, por nuk e dinte se si të vazhdonte. E di që kjo është e komplikuar, tha ai. E di që situata jote është e vështirë, që ke përgjegjësi dhe presione, por duhet ta dish diçka. Unë kam rënë në dashuri me ty, Ariana, dhe nuk mund ta fsheh më. Fjalët e tij zunë në ajër. Ariana ndjeu një përzierje emocionesh të tmerrshme, lumturi, frikë, fajsi, shpresë. Ajo kishte ditur që kjo po ndodhte, por t'i dëgjonte fjalët e shprehura me zë e bëri reale në një mënyrë që ishte shqetësuese dhe e bukur në të njëjtën kohë. Lukas, unë nuk e di çfarë të them, ju përgjigj ajo, me lot në sy. Kam ndjenja për ty gjithashtu, por kjo është kaq e vështirë. Familja ime, kultura ime, gjithçka që kam njohur, të gjitha janë kundër kësaj. E di, tha ai, duke shtrënguar dorën e saj, dhe nuk do të detyroj të zgjedhësh midis meje dhe familjes sate, por dua që ti të dish se unë jam këtu, dhe unë do të luftoj për ne, nëse ti dëshiron të luftojmë bashk. Ariana qau heshtur, dhe Lukas e la të lirë emocionet e saj. Kur ajo u qetësua, ajo e shikoi në sy dhe tha, edhe unë kam rënë në dashuri me ty, por kam frikë nga ajo që do të ndodhë. Kam frikë nga reagimi i familjes sime. Kam frikë se do të humb gjithçka. Nuk do të humbësh gjithçka, i premtoi Lukas. Do të krijojmë diçka të re, bashk, por vetëm nëse ti dëshiron. Në atë moment, Ariana mori një vendim që do ta ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Ajo nuk do ta mohonte dashurinë që ndjente, do ta përballonte çfarëdo që vinte, por nuk do ta linte këtë dhuratë të çmuar t'i shpëtonte nga duart. Po, dua, tha ajo. Dua të luftoj për ne. Lukas buzëqeshi, një buzëqeshje të mbushur me lehtësim dhe lumturi. Ai u përkul përpara dhe e puthi në ball, një puthje e butë dhe e mbushur me premtime. Nga ajo ditë, marrëdhënia e tyre u bë zyrtare, por e fshehtë. Ata e dinin që nuk mund ta shpallnin haptas, jo ende. Ariana kishte nevojë kohë për të menduar se si të trajtonte situatën me familjen e saj, dhe Lukas respektoi këtë. Ata vazhdonin të takoheshin, por tani çdo moment bashk kishte një domethënie të re. Çdo puthje, çdo përqafim, çdo fjalë dashur ishte një akt kryengritjeje kundër të gjitha pengesave që qëndronin përpara tyre. Ariana gjeti veten duke jetuar në dy bota, bota e punës dhe përgjegjësisë dhe bota e dashurisë dhe lumturisë. Ditën, ajo ishte Ariana e përgjegjshme, vajza që punonte fort për të dërguar para në shtëpi. Por në ato momente të vjedhura me Lukasin, ajo ishte thjesht një vajzë e re në dashuri, duke përjetuar diçka të bukur dhe të vërtet. Por ajo gjithashtu e dinte që kjo lumturi nuk mund të mbetej e fshehtë përgjithmonë. Një ditë, ajo do të duhej të vendoste, dhe zgjedhja do të ishte një nga më të vështirat që kishte përballuar. Muajt kaluan, dhe Ariana jetonte në një ekuilibër delikat midis dy botave. Çdo mbrëmje, kur fliste me familjen e saj në telefon, ajo duhet të shtirej se gjithçka ishte si gjithmonë, vetëm punë, vetëm përgjegjësi, asgjë tjetër. Si je zemra ime? Pyeste nëna çdo herë. Mirë nën, punë shumët, por mirë, përgjigjej Ariana, duke fshehur vibrimin e lumturisë në zërin e saj. Po don të martohesh së shpejti, shpesh shtonte nëna. Kemi filluar të shohim për djem të mirë në Shkodër, ka disa familje të mira që kanë pyetur për ty. Këto fjalë bënin Arianën të ndjente një peshë në gjoks. Ajo e dinte që familja e saj kishte plane për të, plane që përfshinin një martesë tradicionale me një djalë shqiptar, një jetë që pasqyronte vlerat dhe traditat e tyre. Nën, nuk jam gati për martesë ende, thoshte Ariana, duke u përpjekur të tingëllonte e bindur. Kam nevojë të vazhdoj të punoj, të kursej para, të ndihmoj familjen. E di, por koha kalon, vajza ime. Nuk duam që të rish plak pa familje. Çdo bisedë të tillë linte Arianën të shqetësuar dhe faj. Ajo e donte familjen e saj me gjithë zemër, dhe të fundit që dëshironte ishte t'i zhgënjente. Por në të njëjtën kohë, ajo nuk mund ta mohonte atë që ndjente për Lukasin. Lukasi nga ana tjetër ishte i duruar dhe mbështetës. Ai e kuptonte kompleksitetin e situatës së Arianës dhe nuk i vinte presion.
Do të pres sa të duhet, thoshte ai. E rëndësishme është që ti të ndihesh e sigurt dhe e gatshme. Por edhe Lukasi kishte sfidat e tij. Familja e tij, edhe pse i hupur ndaj kulturave të ndryshme, nuk ishte njoftuar për marrëdhënien e tij me Arianën. Ai e dinte që prindrit e tij do të kishin pyetje, veçanërisht për diferencat kulturore dhe gjuhësore. Një ditë, ndërsa ishin duke shëtitur pranë liçenit në mes të qytetit, Lukasi e përgatiti një diskutim serioz. Ariana, duhet flasim për të ardhmen, filloi ai. Ariana ndjeu një dridhje ankthi. Çfarë për të ardhmen? Nëse dëshirojmë që kjo marrëdhënie të vazhdojë, në një moment do të duhet t'u themi familjeve tona. Nuk mund të vazhdojmë kështu përgjithmonë në fshehtësi. Ariana e dinte që ai kishte të drejtë, por frika që ndjente ishte e tmerrshme. E di, pranoi ajo, por kam frikë nga reagimi i tyre. Familja ime, ata nuk do ta kuptojnë. Për ta, martesa duhet jetë brenda kulturës tonë, me dikë shqiptar. Dashuria për një të huaj do të shihet si tradhti, edhe familja ime mund të ketë rezerva, tha Lukas. Por në fundit, kjo është jeta jonë. Ne jemi ata që duhet vendosim se me këtë duam të kalojmë jetën tonë. Por a vlen të humbas familjen time për këtë? Pyeti Ariana, me lot në sy. Ata janë gjithçka për mua, gjithçka që kam bërë për ta. Si mund t'i kthej shpinën? Lukas e përqafoi fort. Nuk do t'u kthej shpinën, do të luftojmë për ta bërë ata të kuptojnë. Dashuria e vërtet tuhet triumfoj, por Ariana nuk ishte aq e sigurt. Ajo njihte familjen e saj, njihte kulturën e saj. Për ta, nderi familjar ishte gjithçka, dhe një vajzë që martohej me një të huaj pa bekimin e familjes ishte një turp i madh. Javët që pasuan ishin të mbushura me tension. Ariana u bë më e largët në telefonat me familjen, duke u përpjekur të fshihte shqetësimin në zërin e saj. Nëna e saj e vuri re menjëherë. Ariana, a je mirë? Zëri yt tingëllon ndryshe. Po nën, jam mirë, vetëm pak e lodhur nga puna, gënjente ajo. Por Lule nuk ishte e bindur. Një nën di gjithmonë kur diçka nuk është në rregull me fëmijën e saj. Një ditë, ndërsa Ariana po punonte në kopsht, ajo mori një telefonat të papritur nga vëllai i saj, Arbeni. "Motër, duhet flasim," tha ai me një zë serioz që nuk ishte tipik për të. "Çfarë ka ndodhur?" pyeti Ariana, e alarmuar menjëherë. "Ndodhi papritur. Ajo rat fikën në shtëpi dhe ne e quam me urgjencë. Doktorët thonë që ka pasur tension të lartë për shumë kohë dhe stres. Tani ka nevojë për trajtim dhe pushim të plotë." Ariana nuk mund të merrte frymë. Nëna e saj, shtylla e familjes, gruaja që nuk u ankua kurrë, ishte në spital. "Arben, a ka nevojë për para për trajtimin?" "Po, motër, spitali kërkon para për ekzaminimet dhe ilaqet. Ne po bëjmë çfarë mundemi, por do t'i dërgoj menjëherë," premtoi Ariana. "Çfarëdo që nevojitet. Kujdesu për nënën dhe më mbajti informuar për çdo gjë." Kur telefonata përfundoi, Ariana urzua në tokë dhe filloi të qante. Fajësia që ndjeu ishte shkatruese. Ajo ishte këtu, duke jetuar një jetë të re, duke pasur momente lumturie me Lukasin, ndërsa nëna e saj po vuante në heshtje në Shqipëri. Lukas e gazi këtu, të ulur në tokë dhe duke qarë me tmerr. Ai u ul pranë saj dhe përqafoi pa thënë asgjë, duke e lënë të lirë dhimbjen. "Nëna ime, ajo është në spital," arriti të thot Ariana përmes lotëve. "Dhe unë jam këtu, larg, nuk jam atje për ta mbështetur. Do të shkojmë," tha Lukas menjëherë. "Do të organizoj gjithçka, ti duhet jesh pranë familjes sënde." Por Ariana dridhi kokën. "Nuk mund, nëse largohem nga puna, do të humbaset të ardhurat. Familja ime ka nevojë për parat që dërgoj. Parat mund të gjenden, por nëna jote ka nevojë për ty, për praninë tënde." Ai konflikti brendshëm ishte i tmerrshëm. Ariana e dinte që Lukas kishte të drejtë, por gjithashtu e dinte realitetin e situatës financiare të familjes. Nëse ndalonte së dërgonte para, ata do të ishin në telashe edhe më të mëdha. Në fund, ajo mori një vendim. Do të dërgonte të gjitha kursimet e saj menjëherë për trajtimin e nënës, por nuk do të shkonte në Shqipëri. Do të vazhdonte të punonte dhe të dërgonte para rregullisht për të siguruar që familja e saj të mos vuante financiarisht. Javët që pasuan ishin një kalvar emocional. Çdo ditë, Ariana merrte lajme nga Shqipëria. Nëna po përmirësonte gadal, por kishte nevojë për pushim të gjatë dhe ilaçe të shtrenjta. Arbeni dhe Dritani bënin çfarë mundnin, por ishin të rinj dhe mundësitë e tyre ishin të kufizuara. Ariana punoi më shumë se kurrë. Ajo kërkoi punë shtesë, duke pastruar shtëpi të tjera në fundjavë. Ajo flinte pak, hente më pak, dhe çdo para që fitonte e dërgonte në shtëpi. Lukas ishte pranë saj për gjatë gjithë kësaj periudhe. Ai e ndihmonte sa mundte
donjëherë duke i dhënë para për dërguar, donjëherë vetëm duke qenë atje për ta dëgjuar dhe të mbështetur. Nuk mund të vazhdosh kështu, i tha ai një ditë. Do të smuresh edhe ti nëse nuk kujdesesh për veten. Nuk kam zgjedhje, ju përgjigj Ariana me një zë të lodhur. Familja ime ka nevojë për mua, dhe ti ke nevojë për kujdes gjithashtu, tha Lukas. Le të të ndihmoj më shumë. Le të marrim një pjesë të barrës bashk. Ariana e shikoi me lot falënderimi në sy. Ti tashmë je duke bërë shumë, më them që po të tërheq në problemet e mia. Problemet e tua janë problemet e mia, tha ai me vendosmëri. Kur të dua dikë, marr të gjitha që vinë me të. Dhe unë të dua ty, Ariana, me gjithë zemrën time. Ato fjalë mbushën Arianën me një ndjenjë nërtësie dhe dashurie që nuk ishte ndjer kurrë, por në të njëjtën kohë, ajo ndjeu edhe peshën e fajsisë. Ajo po e dashuronte një burr që familja e saj nuk do ta pranonte kurrë. Stinët ndryshuan përsëri, dhe pranvera erdhi me ngjyrat dhe aromën e saj. Nëna e Arianës u përmirësua mjaftueshëm për të dalë nga spitali, por doktorët kërkuan që ajo të qëndronte në shtëpi dhe të mos punonte më. Kjo do ma thënte që familja mbështetej plotësisht në paratë që Ariana dërgonte dhe në punët e vogla që Arbeni dhe Dritani bëmin. Presioni mbi Arianën u rrit edhe më shumë. Ajo tani punonte 3 punë të ndryshme: puna kryesore me familjen Weber, pastrimi i shtëpive gjatë fundjavave dhe punë me kohë të pjesshme në një lavanderi. Ajo ishte e lodhur vazhdimisht, por nuk u ankua kurrë. Lukas ishte i shqetësuar për shëndetin e saj, por Ariana insistoi që ishte mirë. Kjo është përkohshme, i thoshte ajo. Sapo nëna të jetë plotësisht e shëruar dhe vëllezërit të gjejnë punë më të mira, do të kemë më pak presion. Por të dy e dinin që kjo nuk ishte e vërtetë. Situata financiare e familjes në Shqipëri ishte e fragjilisht dhe do të ishte e tillë për shumë kohë. Një ditë, ndërsa Ariana po punonte në shtëpinë e familjes Weber, ajo mori një telefonat nga një numër i panjohur. Kur u përgjigj, dëgjoi një zë mashkullor që fliste shqip. "Përshëndetje, a jam duke folur me Arianën?" "Po, kush je?" "Emri im është Besnik, jam kushëri i largët i familjes sate. Jam në Zvicër për punë dhe familja jote më dha numrin tënd. Mendonin që mund të ishte mirë për ne të takohemi." Ariana ndjeu një alarm në stomak. Ajo e dinte çfarë kjo do me thënte. Familja e saj po përpiqej të organizonte takime me djemë shqiptar që jetonin në Evropë. "Kjo është e papritur," tha ajo duke u përpjekur të tingëllonte e sjellshme. "Por jam shumë e zënë me punën." "E kuptoj, por ndoshta një kafe shpejt nuk do të merr shumë kohë. Do të ishte bukur të flasin për Shqipërinë dhe për familjet tona." Ariana nuk dinte si të refuzonte pa tingëlluar e pahishme. Në fund ajo ra dakord për një takim të shkurtër. Kur u takua me Besnikun disa ditë më vonë, ajo i gjeti atë të sjellshëm dhe të respektueshëm. Ai ishte rreth 30 vjeç, punonte në ndërtim dhe kishte jetuar në Zvicër për disa vite. Ai foli me pasion për Shqipërinë, për traditat, për rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor, edhe kur jetonin jashtë. "Është e vështirë të jesh larg atë dheut, por më e vështira është të gjesh dikë që të kuptojë nga vjen, që të ndaj vlerat e tua. Ndaj kur familja ime më foli për ty, isha i interesuar." Ariana dëgjoi me edukat, por zemra e saj ishte diku tjetër. Ajo mendonte për Lukasin, për momentin që e priste t'i takohej pas kësaj kafeje. "Besnik, je një person i mirë," tha ajo me sinqeritet, "por duhet të jem e sinqert me ty. Unë nuk jam në pozicion për të menduar për martesë tani. Kam shumë përgjegjësi dhe familja ime ka nevojë për mbështetjen time." Besniku buzëqeshi me kuptim. "E respektoj këtë, por dua që ti të dish që jam këtu, dhe nëse ndonjëherë ndryshon mendim, do të isha i lumtur të njihja më mirë." Ato u ndan me mirësi, por Ariana dinte që kjo nuk do të ishte takimi i fundit i organizuar nga familja e saj. Ata ishin të vendosur t'i gjelin një bashkëshort të përshtatshëm, dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më i madh do të ishte presioni. Atë mbrëmje, kur u takua me Lukasin, Ariana i tregoi për takimin. "Familja ime po përpiqet të më martoj," tha ajo me një zë të lodhur. "Ata po organizojnë takime me djemë shqiptar. Nuk e din për ty, dhe nëse do të mësonin, do të ishte një katastrofë," përfundoi Lukasi. "E di, por Ariana, nuk mund të vazhdojmë kështu. Në një moment do të duhet të vendosim. Do duhet ju themi atyre. Dhe nëse ata do të më mohonin?" pyeti Ariana me frikë. "Nëse do të më thonë që duhet të zgjedh midis teje dhe tyre?" Lukas e shikoi thellë në sy. "Atëherë do të jetë zgjedhja më e vështirë e jetës sote, por do ta bëjmë bashk, jo të vetëm." Muajt e ardhshëm ishin një periudhë intensive reflektimi për Arianën. Ajo e dinte që nuk mund të mbante sekretin për gjithmonë. Çdo telefonat me nënën bëhej më e vështirë. Çdo herë që dëgjonte për djemë të tjerë që familja po konsideronte, ndjente presionin duke u shtuar. Një ditë, nëna e saj i tha: "Ariana, ti je tashmë 22 vjeçe. Në moshën time unë i kisha të gjithë ju. Nuk duam që të rish pa familje. Kemi gjetur një djalë shumë të mirë, Besnik, kushëri i largët i familjes sate. Ka punë të mirë, është nga familje e mirë dhe është i interesuar për ty." Ariana dëgjoi me edukat,
por zemra e saj ishte diku tjetër. Ajo mendonte për Lukasin, për momentin që e priste t'i takohej pas kësaj kafeje. Por çfarë? Pyeti Lule. Çfarë më shumë kërkon? Dashuri, tha Ariana me zë të ulët. Dua të martohem me dikë që dua, jo thjesht sepse është i përshtatshëm. Dashuria vjen me kohën, tha nëna me zë të butë por të vendosur. Respekti, vlerat e përbashkëta, familja, këto janë gjërat që bëjnë një martesë të fortë. Dashuria romantike që lexon në libra nuk zgjat. Këto fjalë dhimbën Arianën thellë, sepse ajo e dinte që nëna e saj po fliste nga përvoja e saj, nga një botë ku martesat ishin të rregulluara, dhe dashuria ishte diçka që zhvillohej me kohën, jo diçka që zgjidhej para martesës. Nën, kam nevojë kohë për të menduar, tha Ariana. Mirë, vajza ime, por mos e bën shumë të gjatë. Besnik po pret dhe ka edhe djemë të tjerë që janë të interesuar. Kur telefonata përfundoi, Ariana u ndjen si në kurth. Nga njëra anë kishte familjen e saj me pritshmëritë dhe traditat e tyre. Nga ana tjetër, kishte Lukasin dhe dashurinë e vërtetë që ndjente për të. Javët kalonin dhe tensioni në jetën e Arianës arriti në një pikë kritike. Ajo nuk flinte mirë, hante pak dhe shqetësimi i saj ishte i dukshëm për të gjithë që e njihnin. Zonja Weber, e cila kishte qenë gjithmonë e sjellshme por e largët, një ditë e thirri Arianën për një bisedë. Ariana, kam vërejtur që nuk je në formën tënde normale, tha ajo me shqetësim. A ka diçka që të shqetëson? Ariana hezitoi, pastaj vendosi të ishte e sinqertë, të paktën pjesërisht. Kam presion nga familja ime, ata duan që të martohem, por unë nuk jam e sigurt nëse jam gati. Zonja Weber buzëqeshi me kuptim. Presioni familjar është diçka që shumë kultura e ndajnë. Në Zvicër, të rinjt kanë më shumë liri, por edhe ne kemi presione të ndryshme. Por një gjë që kam mësuar në jetën time, në fund, ti duhet të jetosh jetën tënde. Përgjegjësia ndaj familjes është e rëndësishme, por kjo nuk duhet të bëjë të sakrifikosh lumturinë tënde personale. Këto fjalë i dhuruan Arianës diçka që nuk e kishte ndjerë për kohë të gjatë, vlefshmëri për ndjenjat e saj të brendshme. Faleminderit, tha ajo me zë të përlotur. Kam nevojë të dëgjoj këtë. Po atë javë, Lukas gjithashtu mori një vendim. Ai e ftoi Arianën për një darkë speciale në restorantin më të mirë të qytetit. Kam diçka që duhet të them, tha ai pasi porositën. Ariana ndjeu zemrën duke rrahur më shpejt. Çfarë është? Lukas mori një frym të thellë. Kam folur me prindrit e mi. U kam treguar për ty. Ariana u ngry. Çfarë? Lukas, ne u kishim rënë dakord të presnim. E di, por nuk mund të vazhdoja të fshihesha më. Ata janë prindrit e mi, dhe ti e dashuria e jetës sime. Duhet i njihja këto dy botë. Dhe si reaguan? Pyeti Ariana me frikë. Ishin të befasuar, pranoi Lukas. Kishin pyetje, shumë pyetje, për kulturën tënde, për familjen tënde, për planet tona. Por në fund, ata thanë diçka që më bëri të ndjehem krenar. Thanë që nëse unë të dua dhe nëse ti je një person i mirë, atëherë ata do të jenë të hapur për të njohur. Ariana ndjeu lot duke i mbushur syt. Vërtet? Pyeti Ariana me buzëqeshje. Vërtet, tha Lukas me buzëqeshje. Ata duan të takojnë, të rregulluam një darkë familjare javën e ardhshme. E di që është e frikshme, por do të jem pranë teje gjatë gjithë kohës. Për herë të parë në shumë muaj, Ariana ndjeu një shkërndi shprese. Nëse familja e Lukasit mund të ishte e hapur, ndoshta kishte një shans që edhe familja e saj, me kohën, mund të kuptonte. Por kjo shpresë u thye shpejt. Disa ditë më vonë, Ariana mori një telefonat që do ta ndryshonte gjithçka. Ishte Arbeni dhe zëri i tij ishte plot me tension. Motër, dikush nga fshati ka parë fotografi të tua me një djalë në rrjete sociale. Dikush nga Shqipëria që jeton në Zvicër. Fjalët po përhapen, familja është në panik. Zemra e Arianës ndaloi. Ajo kishte qenë kaq e kujdesshme, por gjithsesi, në botën moderne, sekretet ishin pothuajse të pamundura për t'u mbajtur. Çfarë po themi? Pyeti Ariana me zë të dridhur. Nëna është e shkatruar, tha Arbeni. Ajo mendon se ti e duke e turpëruar familjen. Babi është i zemëruar. Ata thanë se duhet të kthehesh në shtëpi menjëherë dhe të shpjegosh çfarë po ndodh. Arbeni, unë kam takuar dikë, tha Ariana duke vendosur së fundmi të ishte e sinqert. Emri i tij është Lukas. Ai është zvicran dhe unë e dua atë. Heshtja nga ana tjetër e telefonatës ishte e rëndë. Motër, e di që ti gjithmonë ke bërë atë që mendon se është e drejtë, por kjo është e ndryshme. Familja nuk do ta kuptoj kurrë. Për ata,
kjo është tradhti ndaj kulturës dhe traditës. Por pse? Pyeti Ariana me dëshpërim. Pse dashuria midis dy njerëzish të mirë konsiderohet tradhti? Sepse kështu jemi rritur ne, tha Arbeni. Sepse kjo është ajo që na është mësuar. E di që nuk është e drejtë, por kjo është realiteti. Atëherë realiteti duhet të ndryshojë, tha Ariana me një vendosmëri të re në zërin e saj. Unë e dua Lukasin dhe ai më do mua. Ne duam të jemi bashk dhe familja duhet të vendosë nëse do ta pranojë këtë ose jo. Ariana, nëse vazhdon me këtë, mund të humbasësh gjithçka, paralajmëroi Arbeni. Familja mund të mahojë, do të flitet për ty në gjithë qytetin, emri ynë do të turpërohet. E di, tha Ariana, dhe tani lotët po rrjedhin lirisht në fytyrën e saj. Por nuk mund të jetoj jetën time duke u fshehur, duke gënjur, duke sakrifikuar lumturinë time për atë që të tjerët mendojnë. Kam bërë tashmë shumë sakrificë. Këtë herë duhet të zgjedh veten. Kur telefonata përfundoi, Ariana e dinte që kishte kaluar një pikë pa kthim. Sekreti ishte zbuluar dhe tani do të duhej të përballonte pasojat. Ditët që pasuan ishin një kalvar. Telefoni i Arianës ra pa ndërprerë. Nëna, babai, kushërinjt, xhaxhallarët, gjithë familja e zgjeruar kishte diçka për të thënë. Nëna Lule qau çdo herë që fliste. Si mund të na bëje këtë, Ariana? Çfarë do të thonë njerëzit? Si do të martohen vëllezërit e tu kur motra e tyre ka turpëruar familjen? Babai John, që rrallë humbeshte fjalë, tani ishte jashpër. Ti na ke zgënjur, Ariana, të kemi besuar, të kemi lënë të shkosh atje për të ndihmuar familjen dhe ti na ke kthyer shpinën për një të huaj. Nuk ju kam kthyer shpinën, u përgjigj Ariana, duke u përpjekur të mbante qetësinë edhe pse zemra i coptohej. Vazhdoj t'ju dërgoj para, vazhdoj t'ju mbështes, por gjithashtu kam të drejtë për lumturinë time. Lumturinë, thiri babai. Çfarë lumturie ka në turpërimin e familjes, në heqjen dorë nga kultura dhe tradita jote? Dashuria nuk është heqje dorë nga kultura, insistoi Ariana. Unë ende jam shqiptare, ende e dua Shqipërinë, ende e respektoj kulturën time, por gjithashtu kam të drejtë të dua dikë që është nga një vend tjetër. Por fjalët e saj bien në vesh të shurdhër. Familja kishte marrë vendimin e tyre. Ajo duhej të përfundonte këtë marrëdhënie dhe të kthehej në shtëpi për të martuar me një djalë shqiptar, ose do të mohohej nga familja. Një mbrëmje, nëna Lule e thirri me një ultimatum përfundimtar. Ariana, kam folur me gjithë familjen. Ke dy zgjedhje. Ose lek të djalë zviceran dhe kthehet në shtëpi ku do të organizojmë një martesë të përshtatshme për ty, ose vazhdon me këtë rrugë dhe ne nuk mund të pranojmë më si pjesë e familjes. Fjalët ishin si thika në zemrën e Arianës. Nëne, si mund të më thuash këtë, Ariana? Jam vajza jote. Kam bërë gjithçka për këtë familje. Dhe prandaj po të kërkojmë këtë gjë të fundit, tha Lule, duke qarë gjithashtu. Bëje për ne, braktis këtë marrëdhënie dhe kthehu te ne. Por do të jem e mjere. Do të jetoj një jetë të gënjeshtërt, duke u martuar me dikë që nuk dua. Do të mësosh ta duash, insistoi nëna. Ashtu siç e kam bërë unë, ashtu siç e kanë bërë gratë të tjera në familjen tonë. Kjo është rruga jonë. Por nuk duhet jetë rruga ime, tha Ariana, dhe tani ndjeu një forcë të re duke u ngritur brenda saj. Nëne, të dua më shumë se gjithçka në këtë botë, por nuk mund të jetoj jetën time duke u fshehur, duke gënjur, duke sakrifikuar lumturinë time për atë që të tjerët mendojnë. Kam bërë tashmë shumë sakrificë. Këtë herë duhet të zgjedh veten. Kur telefonata përfundoi, Ariana e dinte që kishte kaluar një pikë pa kthim. Sekreti ishte zbuluar dhe tani do të duhej të përballonte pasojat. Ditët që pasuan ishin një kalvar. Telefoni i Arianës ra pa ndërprerë. Nëna, babai, kushërinjt, xhaxhallarët, gjithë familja e zgjeruar kishte diçka për të thënë. Nëna Lule qau çdo herë që fliste. Si mund të na bëje këtë, Ariana? Çfarë do të thonë njerëzit? Si do të martohen vëllezërit e tu kur motra e tyre ka turpëruar familjen? Babai John, që rrallë humbeshte fjalë, tani ishte jashpër. Ti na ke zgënjur, Ariana. Të kemi besuar, të kemi lënë të shkosh atje për të ndihmuar familjen dhe ti na ke kthyer shpinën për një të huaj. Nuk ju kam kthyer shpinën, u përgjigj Ariana, duke u përpjekur të mbante qetësinë edhe pse zemra i coptohej. Vazhdoj t'ju dërgoj para, vazhdoj t'ju mbështes, por gjithashtu kam të drejtë për lumturinë time. Lumturinë, thiri babai. Çfarë lumturie ka në turpërimin e familjes, në heqjen dorë nga kultura dhe tradita jote? Ariana nuk ishte e sigurt nëse besonte këtë, por në atë moment ajo kishte nevojë për shpresë, për diçka që ta mbante të fortë. Javët që pasuan ishin periudha më e errët e jetës së Arianës. Ajo vazhdoi të punonte, por tani çdo gjë kishte një peshë të rëndë mbi të.
Ajo ende dërgonte para në Shqipëri përmes Arbenit, por nuk fliste më me prindrit. Arbeni ishte i vetmi që ruante një lidhje, edhe pse edhe ai ishte nën presion nga familja për të shkëputur kontaktin. "Motër, më vjen keq për gjithçka që po ndodh", i tha ai një ditë. "Unë nuk jam dakord me atë që po bëjnë, por jam ende i ri dhe nuk mund të bëj shumë." "E kuptoj, Arben", tha Ariana. "Kujdesu për ta, veçanërisht për nënën, dhe një ditë shpresoj që të gjithë ta kuptojnë." Ndërkohë Lukas e prezantoi Arianën me familjen e tij. Takimi ishte i tensionuar në fillim. Prindrit e Lukasit kishin rezerva të natyrshme për diferenca kulturore dhe gjuhësore, por Ariana u përpoq të tregonte anën më të mirë të saj. Ajo foli për familjen e saj me dashuri dhe respekt, shpjegoi kulturën shqiptare dhe tregoi se sa e rëndësishme ishte për të që të ruante identitetin e saj edhe duke jetuar në Zvicër. Nëna e Lukasit, zonja Müller, ishte veçanërisht e ngrohtë. Ajo ishte mësuese në pension dhe kishte një kuriozitet të madh për kultura të ndryshme. "Ariana, e vlerësoj guximshësinë tënde", i tha ajo një ditë kur ishin vetëm. "E di që kjo nuk është e lehtë, të largohesh nga shtëpia, të adaptohesh në një vend të ri dhe tani të përballesh me humbjen e familjes tënde. Por dua që të dish që ne të mirëpresim në familjen tonë." Ato fjale prekën Arianën thellë. "Faleminderit", tha ajo, duke luftuar me lotët. "Kjo do të thotë shumë për mua." Me kalimin e kohës, Ariana filloi të gjente një ekuilibër të ri në jetën e saj. Ajo vazhdoi të punonte fort, por tani kishte një rrjet mbështetës: Lukas, familja e tij dhe miqtë e saj si Dafina. Dafina, që kishte përjetuar sfida të ngjashme, i dha këshilla të çmuara. "E di se dhemb tani", i tha ajo, "por me kohën dhimbjet zbehen. Dhe ndonjëherë, duke qëndruar besnik ndaj vetes, krijon një shembull që të tjerët nuk ta ndjekin." Ariana gjithashtu filloi të shikonte situatën nga një këndvështrim i ri. Ajo realizoi që për gjithë jetën e saj kishte jetuar për të tjerët, për prindrit, për vëllezërit, për familjen. Kurrë nuk kishte pyetur çfarë dëshironte ajo vetë. Një ditë, ndërsa po ecte në një park, ajo ul në një stol dhe mendoi thellë. Ajo kujtoi vajzën e vogël në Shkodër që ëndëronte për një jetë më të mirë, adoleshenten që punonte gjatë gjithë ditës për të ndihmuar familjen, të ren që erdhi në Zvicër plot frikë dhe shpresë. "Kam bërë shumë", i tha ajo vetes. "Kam sakrifikuar, kam punuar, kam dhënë. Tani është koha të lejoj veten të jem e lumtur." Kjo realizimi dha Arianës një forcë të re. Ajo vendosi që do të vazhdonte të ndihmonte familjen financiarisht, sepse ky ishte përzgjedhja e saj, jo një detyrim. Por gjithashtu, do të jetonte jetën e saj, do të ndiqte zemrën e saj dhe do të ndërtonte një të ardhme me Lukasin. Vjeshta e ardhshme solli me vete një ndryshim të madh. Lukas kishte diplomuar nga universiteti dhe kishte gjetur një punë të shkëlqyer si inxhinier në një kompani prestigjioze. Ariana nga ana e saj kishte marrë një ofertë për të punuar si asistente në një kompani që importonte produkte nga Ballkani, një punë që vlerësonte aftësitë e saj gjuhësore dhe njohjen e kulturës shqiptare. Jeta e tyre po merrte formë dhe marrëdhënia e tyre ishte më e fortë se kurrë. Ata kishin kaluar në përshtuhi dhe kishin dalë më të fortë. Një mbrëmje dimri, ndërsa Bora binte jashtë dhe qyteti shkëlqente në dritat e festave, Lukas e ftoi Arianën për një shëtitje. Ata ecën në për rrugë të vjetra të qytetit, duke admiruar dekoracione dhe duke folur për planet e tyre për të ardhmen. "Ariana", tha Lukas papritur, duke ndaluar pranë një ure të vogël që shikonte rrumin. Ariana e shikoi me kuriozitet. "Çfarë është?" Lukas mori një frymë të thellë dhe pastaj u ul në një gjuhë. Ariana e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte dhe dora e saj shkoi te goja. "Ariana, që nga dita e parë që të takova, kam ditur që je e veçantë. Je gruaja më e fortë, më e guximshme, më e sjellshme që kam njohur ndonjëherë. Ke përbalë sfida që shumica e njerëzve nuk mund të imagjinojnë, dhe megjithatë ke ruajtur zemrën tënde të butë dhe dashur. Dua të kaloj pjesën e tjetër të jetës sime me ty. Dua të ndërtojmë një familje bashk, të krijojmë kujtime bashk, të mbështesim njëri tjetrin për çdo gëzim dhe çdo vështirësi." Ai nxori një kuti të vogël nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unaz të bukur. "A do të më martosh?" Ariana qau, lot gëzimi, lot lehtësimi, lot për gjithë ato që kishin kaluar së bashku. Ajo dinte që kjo zgjedhje do të thoshte që largësia nga familja e saj do të bëhej më e përhershme, por ajo gjithashtu dinte që kjo ishte zgjedhja e drejtë. "Po", tha ajo përmes lotëve, "po, do të martohem me ty." Lukas u ngrit dhe e përqafoi fort, dhe aty, nën borën që binte dhe ndër dritën e fenerit të rrugës, ata u puthën, një puthje që vulosi premtimin e tyre për njëri tjetrin.
Kur kthyeeshin në shtëpi, Ariana ndjeu një përzierje emocionesh. Ajo ishte e lumtur, shumë e lumtur, por një pjesë e saj ende vuante për faktin që familja e saj nuk do të ishte pjesë e kësaj gëzimi. Atë mbrëmje, ajo thirrri Arbenin për t'ia dhënë lajmin. Arben, Lukas më propozoi. Do të martohemi, ishte heshtje në anën tjetër të linjës. Urime, motër, tha Arbeni më në fund. E di që kjo është ajo që dëshiron, dhe për këtë jam i lumtur për ty. Si janë prindrit? Pyeti Ariana me zë të ulët. Të njëjtë, tha Arbeni me trishtim. Ende të zemruar, ende të lënduar. Por Ariana, dua që të dish diçka. Unë nuk besoj që ata kanë të drejtë. Mendoj se dashuria është dashuri, pavarësisht nga ku vjen. Dhe shpresoj që një ditë ata ta kuptojnë këtë. Faleminderit Arben, tha Ariana, duke ndjerë një pikë ngushëllimi. Kjo do të thotë shumë për mua. Muaj që pasuan ishin plot me përgatitje për dasmën. Lukas dhe Ariana vendosën për një ceremoni të vogël dhe intime, vetëm familja e afërt dhe miqtë e ngushtë. Do të ishte një përzierje e traditave zvicrane dhe shqiptare, një mënyrë për Arianën të nderonte trashëgiminë e saj edhe në mungesë të familjes. Ariana punoi me Dafina dhe disa gra të tjera shqiptare që jetonin në Zvicër, për të përfshirë elemente tradicionale shqiptare në dasëm. Ato zgjodhen muzikë shqiptare për një pjesë të festës, përgatitën specialitete kulinare shqiptare dhe Ariana porositi një fustan që kombinonte stilin modern zviceran me qëndisje tradicionale shqiptare. Kjo do t'jetë një dasmë e bukur, i tha Dafina një ditë ndërsa po bënin plane, dhe e rëndësishme, do t'jetë dashma jote, e reflektuar atë që ti je. Por edhe në mes të gjithë gëzimit të përgatitjeve, Ariana ndjente një boshllëk. Çdo vajzë ndron që nëna e saj të jetë atje kur vishet me fustan, që babai të ecë me të drejt altarit, që vëllezërit të festojnë me të. Një mbrëmje, pak javë para dasmës, Ariana mori një telefonat të papritur. Ishte Dritani, vllai i saj më i vogël, që rrallë fliste. Motër, jamon, tha ai me një zë që tingëllonte më i pjekur se kur e kishte dëgjuar për herë të fundit. Dritan, si je? Pyeti Ariana e befasuar dhe e lumtur që dëgjoi zërin e tij. Jam mirë, kam gjetur punë të mirë në një kompani ndërtimi, po ndihmoj familjen. Kjo është e mrekullueshme, tha Ariana me krenari. Motër, thira për diçka tjetër, vazhdoi Dritani. Kam dëgjuar që do të martohesh, dua që të desh që unë jam krenar për ty. Ariana u surprizua. Vërtet? Po, e di që familja nuk e kupton, por unë mendoj që ti je e guximshme, ke zgjedhur lumturinë tënde, dhe kjo kërkon guxim. Uroj të kisha të njëjtin guxim. Ato fjale preken Arianën thellë. Faleminderit Dritan, nuk e di sa shumë do të thotë kjo për mua. Kam folur me Arbenin, vazhdoi Dritani. Ai gjithashtu mendon të njëjtën gjë, edhe pse nuk guxon ta thotë haptas para prindërve. Ne të mbështesim motër. Pas telefonatës, Ariana qau, por këtë herë ishin lot lehtësimi dhe hospe. Vëllezërit e saj të paktën e kuptuan. Disa ditë më vonë, Ariana mori një mesazh tjetër të papritur, këtë herë nga numri i një panjur. Kur e hapi, pa që ishte nga nëna e saj. Mesazhi ishte i shkurtër. Të lutem, dërgo fotografi nga dashma. Ariana lexoi mesazhin përsëri e përsëri. Nuk kishte fjalë dashurie, nuk kishte bekime, por kishte diçka, një hap i vogël, një çarim në murin që ishte ndërtuar midis tyre. Ajo u përgjigj thjesht, do ta bëj. Ju dua. Nuk kishte përgjigje, por Ariana e mori mesazhin si një shenjë. Zemra e nënës së saj, pavarësisht nga frika dhe tradita, ende mbante një vend për të, dhe ndoshta me kohën ai vend do të rritej. Dita e dasmës arriti, me një mëngjes të ndritshëm pranvere. Dielli shkëlqente, zogjt këndonin dhe ajri ishte i mbushur me aromën e luleve të reja. Ariana u zgjua në shtëpinë e Dafinës, ku kishte kaluar natën e fundit si një beqare. Dafina dhe disa miq të tjerë ishin atje për ta ndihmuar të përgatitej. Ndërsa vishej me fustanin e bardh, Ariana shikoi veten në pasqyrë. Ajo pa një grua që kishte kaluar në përzjarr dhe kishte dalë më fort. Ajo pa dikë që kishte humbur shumë, por kishte gjetur edhe më shumë. Kishte gjetur veten. Je e bukur, tha Dafina, duke qëndruar prapa saj. Dhe e rëndësishme, je e lumtur. Kjo shfaqet në sytë e tu. Jam e lumtur, pranoi Ariana,
por gjithashtu kam trishtim. Uroj që familja ime të ishte këtu. E di, tha Dafina me dëmshuri, por ndonjëherë familja që zgjedhim është po aq e rëndësishme sa familja që lindim me të. Dhe sot ke një dhomë plot me njerëz që të duan dhe të mbështesin. Ceremonia u mbajt në një kopsht të bukur me pamjet e Alpeve në sfond. Ishte një skenë magjepse, karriget e veshura me pelhura të bardha, lule kudo, dhe një arke thjesht por elegante ku Ariana dhe Lukas do t'i jepnin premtimet e tyre. Ndërsa muzika filloi dhe Ariana filloi të ecte përgjatë rrugës, zemra e saj e rrithte fort. Ajo shikoi drejt Lukas, që qëndronte në fund të rrugës, duke shikuar me dashuri të pakufishme në sy. Pranë tij ishin prindrit e tij, të buzëqeshur me ngrohtësi. Por ndërsa ecte, papritur dëgjoi një zhurmë nga hyrja e kopshtit. Ariana ktheu kokën dhe ajo që pa e bëri të ngrinte. Atje, në hyrje, qëndronte Arbeni, i veshur me një kostum të thjesht por të pastër, dhe pranë tij ishte Dritani. Të dy vëllezërit e saj kishin ardhur. Ariana u ndal, duke mos besuar atë që shihte. Lotët filluan të rrjedhin menjëherë. Arbeni i bëri shenjë dhe ata u afruan shpejt. Nuk mendonit se do të mungonim dasmën e motrës son, apo jo? Tha Arbeni, duke buzëqeshur edhe pse sytë e tij ishin gjithashtu të lagur. Por, familja, si harruat? Ariana nuk mund të gjente fjalët. Kemi punuar shtesë për të kursuar para për biletat, shpjegoi Dritani. Nuk u tham prindërve, ata nuk e dinë që jemi këtu, por ne duhet të ishim këtu për ty. Ariana i përqafoi të dy me gjithë forcën e saj, duke qarë haptas tani. Faleminderit për ardhjen. Ne jemi motra jon, tha Arbeni thjesht, dhe gjithmonë do t'jesh. Me vëllezërit e saj në anët e saj, Ariana vazhdoi të ecte drejt Lukas. Kur arriti pranë tij, Lukas gjithashtu kishte lot në sy. Familja jote erdhi, pëshpriti ai. Një pjesë e saj, tha Ariana, dhe kjo mjafton për tani. Ceremonia ishte e bukur dhe emocionuese. Celebrizuesi foli për dashurinë që kalon kufit, për guximin e të qenit besnik ndaj zemrës dhe për forcën e ndërtimit të urave midis kulturave. Kur erdhi koha për premtimet, Ariana dhe Lukas qëndruan përballë njëri tjetrit, duke mbajtur duart. Ariana, tha Lukas, premtoj të të dua në çdo ditë të jetës son. Premtoj të respektoj kulturën tënde, të mësoj gjuhën tënde, të nderoj familjen tënde. Premtoj të jem partneri yt në çdo sfidë dhe në çdo gëzim. Premtoj të ndërtojmë një jetë të bukur bashk, ku dy kultura bashkohen për të krijuar diçka edhe më të bukur. Kur u shpallën bashkëshortë dhe u puthën, të gjithë të pranishmit u ngritën në këmbë duke duart trokitur. Ishte një moment triumfi, jo vetëm për Arianën dhe Lukasin, por për çdo person që kishte luftuar për dashurinë e tij kundër pengesave. Festa që pasoi ishte një përzierje mrekullueshme e traditave. Muzika kaloi nga melodi zvicerane në këngë shqiptare. Ushqimi përfshinte specialitete nga të dy vendet, dhe dalle u kërcye nga të gjithë, pa dallim kulture. Arbeni dhe Dritani u takuan me Lukasin dhe familjen e tij. Fillimisht ishin të rezervuar, por butësia dhe respekti i Lukasit i bëri ata të relaksohen. Motra jon ka zgjedhur mirë, tha Arbeni Lukasit në një moment. Mund të shohim që e do vërtet. Më shumë se jetën time, tha Lukas sinqerisht. Në një moment gjatë festës, Ariana u tërhoq në një kopë të qetë me vëllezërit e saj. Si janë prindrit? Pyeti ajo. Janë mirë, tha Arbeni, por i mungon. Nëna shpesh flet për ty, edhe pse përpiqet ta fsheh, dhe Badi, ai nuk thot asgjë, por e di që edhe gjithashtu mendoj për ty. Mendoni se një ditë do të më fal? Pyeti Ariana. Po, dha me bindje. Koha shëron shumë plag, dhe kur të shohin që je e lumtur, që Lukas të trajton mirë, mendoj që zemrat e tyre do të zbuten. Ariana shpresoi që vëllezërit e saj të kishin të drejtë. Muajt e parë të martesës ishte një periudhë përshtatje. Ariana dhe Lukas vendosen në një apartament të vogël, por të bukur në afërsitë e qendrës së qytetit. Ata punuan për ta bërë atë një shtëpi të vërtetë, një vend që reflektonte të dy rrënjët e tyre. Ariana vuri fotografi nga shkodra në muret, përdorte qilan tradicional shqiptar dhe gatuante ushqime shqiptare që Lukas mësoi të dashuronte. Lukas nga ana tij i mësoi Arianës më shumë për kulturën zvicerane, për historitë familjare dhe për tradita që ai kishte rritur me to. Ata filluan të ndërtojnë rutinë, mëngjeset e qeta së bashku, darka të gatuar në bashkëpunim, fundjavët që eksploronin vende të reja, por ajo gjithashtu ruajtën lidhjet e tyre me origjinën. Ariana fliste shqip me miqtë e saj dhe me vëllezërit kur i thërrisnin, ndërsa Lukas e mësonte gjuhën ngadalë. Një ditë, rreth 6 muaj pas martesës, Ariana mori larmin që e bëri të ngrinte. Ishte shtatzën. Gëzimi që ndiu ishte i pakrahisueshëm, por gjithashtu ishte i përzier me trishtim.
ajo do të bëjë nën dhe nëna e saj nuk do të ishte atje për ta përjetuar me të. Kur ja tregoi lajmin Lukas, ai e përqafoi dhe qau nga lumturia. Do të bëhemi prindër, tha ai me mrekullim. Fëmia ynë do të jetë i bekuar, do të ketë 2 kultura, 2 gjuhë dhe shumë dashuri. Ariana thirri Arbenin për t'ia dhënë lajmin. Arben, kam diçka për të ndarë me ty. Do të bëhem nën. Motër, kjo është e mrekullueshme. Urime. Falenderit. Por Arben, a mund t'ia thuash nënës? Dua që ajo ta di. Ishte heshtje për një moment. Do t'ja them, premtoi Arbeni. Do të shoh se si reagon. Disa ditë më vonë, Arbeni thirri mbrapsht. I thash nënës, tha ai. Ajo nuk tha asgjë në fillim. Pastaj filloi të qaj. Tha që po i mungon momente të rëndësishme të jetës tënde dhe kjo e dhemb thellë. Po babai. Ai gjithashtu u prek, por ende është kokfort. Thot që nuk do ta pranoj martesën derisa të vi këtu dhe të takoj Lukasin sipas rregullave tona. Ariana dinte që kjo nuk do të ndodhte shpejt, por fakti që prindrit e saj kishin treguar emocione, edhe dhimbje, ishte një shenjë që diçka po ndryshonte. Shtatzania e Arianës kaloi me gëzim dhe pritje. Ajo vazhdoi të punonte derisa erdhi koha për pushim mamash. Lukas ishte mbështetësi më i biri i mundshëm. Ai lexoi libra për prindërimin, shkoi në të gjitha kontrollet mjekësore, përgatiti dhomën e foshnjës me kujdes të madh. Ata vendosën të pikturonin dhomën me ngjyra të buta dhe të vendosnin art që përfaqësonte të dyja kulturat. Në një mur ishin fotografitë e Alpeve, në tjetrin ishin fotografi të maleve të Shqipërisë. Ishte një dhomë që i thoshte fëmijës së tyre, ti i përket të dyja këtyre botëve. Një mbrëmje vjeshte, Ariana filloi të ndjente dhimbje. Lukas menjëherë e çoi në spital, ku pas disa orësh të gjata, ata e përshëndetën fëmijën e tyre, një vajzë të vogël të bukur, me sy të mëdhenj dhe një mek flokësh të errët. Është perfekte, përshpëriti Ariana, duke e mbajtur vajzën në duart e saj për herë të parë. Plotësisht perfekte, u pajtua Lukas, duke qarë nga lumturia. Ata e quajtën atë Lena, një emër që funksiononte si në gjermanisht, ashtu edhe në shqip, një simbolizim tjetër i urave që po ndërtonin. Lajmi i lindjes përhapet shpejt. Miq dhe familja e Lukasit erdhën për vizitë, duke sjellë dhurata dhe urime. Dafina erdhi me një grup grash shqiptare, duke sjellë ushqime tradicionale dhe bekime. Ariana thirri Arbenin për t'i treguar lajmin. Lena ka lindur, ajo është e shëndetshme dhe e bukur. Urime motër, kjo është e mrekullueshme, do t'ja them prindërve. Disa orë më vonë, telefoni i Arianës së ra. Ishte një numër që ajo e njihte, numri i shtëpisë në Shkodër. Me duar të dridhura, ajo u përgjigj. Alo? Ariana, ishte zëri i nënës së saj, i thyeshëm nga emocioni. Nën, tha Ariana, duke filluar të qaj menjëherë. Dëgjova që ke lindur një vajzë, tha Lule, gjithashtu duke qarë. To nën, emri i saj është Lena. Lena, përsëriti Lule. Një emër i bukur. Ishte heshtje për një moment, e mbushur me të gjitha fjalet e pathëna, të gjitha dhimbjet dhe dashurinë që ishin të fshehura për aq kohë. Ariana, tha në fund Lule, më vjen keq për gjithçka, më vjen keq që nuk kam qenë ertë për ty. Ariana nuk mund të kontrollonte lotët. Nën, edhe mua më vjen keq, ju keni munguar aq shumë. Kam pasur frikë, pranoi Lule. Frikë se po të humbasnim, frikë se po i kthene shpinën kulturës son. Por Arbeni më ka treguar fotografi nga dashma jote, dhe mund të shok që je e lumtur, dhe tani ke një fëmijë, një nipërkej që nuk e kam takuar. Mund ta takosh, tha Ariana me shpresë. Mund vini në Zvicër, ose ne mund vimi në Shqipëri. Dua që Lena të njohë gjyshëritë e saj. Lule qau edhe më shumë. Do të doja këtë, por babai yt, ai ende është kokfort. Thot që nuk do ta pranoj martesën derisa të vi këtu dhe të takoj Lukasin sipas rregullave tona. Ariana dinte që kjo nuk do të ndodhte shpejt, por fakti që prindrit e saj kishin treguar emocione, edhe dhimbje, ishte një shenjë që diçka po ndryshonte. Shtatzania e Arianës kaloi me gëzim dhe pritje. Ajo vazhdoi të punonte derisa erdhi koha për pushim mamash. Lukas ishte mbështetësi më i miri i mundshëm. Ai lexoi libra për prindërimin, shkoi në të gjitha kontrollet mjekësore, përgatiti dhomën e foshnjës me kujdes të madh. Kur telefonata përfundoi, Ariana ndjeu një peshë të madhe duke u ngritur nga shpatullat e saj. Nëna e saj kishte folur me të.
ishte një fillim. Muajt që pasuan lindjen e Lenës ishin transformues. Ariana dhe Lukas u zhytën në prindërimin, duke mësuar çdo ditë diçka të re. Lena u rrit të ishte një foshnjë e lumtur dhe shëndetshme, me një buzëqeshje që ndriçonte çdo dhomë. Ariana fliste me të në shqip, duke i kënduar këngë që nëna e saj kishte kënduar për të. Lukas fliste me të në gjermanisht dhe në anglisht. Lena do të rritej me 3 gjuhë, me 2 kultura dhe me një perspektivë të pasur të botës. Gjatë kësaj kohe, komunikimi midis Arianës dhe nënës së saj u bë më i shpeshtë. Ata flisnin çdo javë dhe nadal, Lule filloi të bënte pyetje për Lukasin. "Si është ai?" pyeti ajo një ditë. "Është i mrekullueshëm, nën," tha Ariana. "Ai është i sjellshëm, i kujdesshëm, punëtor. Ai më respekton dhe respekton kulturën time. Ai madje po mëson shqip që të mund të flas me ju një ditë." "Vërtet?" Lule tingëllonte surprizuar. "Po, ai dëshiron shumë t'ju takoj. Ai e kupton se sa të rëndësishëm jeni për mua." Kjo bisedë filloi të ndryshonte diçka në Lule. Ajo filloi të realizoi që Lukas nuk ishte armiku që kishte imagjinuar. Ai ishte thjesht një burr që e donte vajzën e saj dhe që ishte i gatshëm të përshtatej me kulturën e saj. Disa muaj pas lindjes së Lenës, në një ditë që Ariana nuk do ta haronte kurrë, telefoni ra dhe ishte Arbeni me lajme. "Motër, nëna ka vendosur. Ajo do të vijë në Zvicër për të takuar Lenën dhe Lukasin." Ariana nuk mund të besonte. "Vërtet? Kur?" "Brenda një muaji. Ajo ka kursyer para nga punët e saj dhe nga ato që ti dërgon. Babi nuk vjen, ai ende nuk është gati, por nëna tha që nuk mund të pres më." Ariana qau nga lumturia. "Kjo është e mrekullueshme. Do të përgatisim gjithçka për ta pritur." 4 javët e ardhshme ishin të mbushura me përgatitje intensive. Ariana dhe Lukas pastruan shtëpinë nga kreu në fund, blerën ushqime shqiptare që Lule do t'i pëlqente dhe përgatitën dhomën e mysafirëve me kujdes. Lukas, veçanërisht, ishte nervoz. "Çfarë nëse ajo nuk më pëlqen?" pyeti ai. "Ajo do të dojë," e siguroi Ariana, "sepse ti je bashkëshorti im, babai i Lenës dhe një burr i mirë. Kjo është gjithçka që çdo nën dëshiron për fëmijën e saj." Dita kur Lule mbërriti në aeroport ishte prej më emocionaleve në jetën e Arianës. Kur e pa nënën duke dalë nga porta e mbërritjes, me një shami në kokë dhe një valigje të vjetër në dorë, Ariana vrapoi drejt saj. "Nëne!" Ato u përqafuan dhe qanë, lot gëzimi, lot lehtësimi, lot për të gjithë kohën e humbur. Vajza ime e dashur," përsëriti Lule, duke e puthyer Arianën në fytyrë përsëri. "Më ke munguar kaq shumë. Më keni munguar edhe mua, nën, çdo ditë." Lukas qëndroi në distancë, duke respektuar momentin e tyre, por kur Ariana e thirri, ai u afrua me përulësi. "Nën Lule, jam shumë i lumtur t'ju takoj. Faleminderit që erdhët." Lule hapi gojën nga surpriza. "Ti flet shqip?" "Pak," tha Lukas me modeshti, duke vazhduar në shqip të thjesht. "Po mëson, dua të flas me ju." Diçka në fytyrën e Lules zbuten. Fakti që ky djali huaj po përpiqej të mësonte gjuhën e saj, që po tregonte respekt për kulturën e saj, e preku thellë. "Hajde," tha ajo në fund, "më tregoni perkën time." Në shtëpi, kur Lule e pa Lenën për herë të parë, ajo filloi të qante haptas. Ajo e mori vajzën e vogël në duart e saj dhe filloi të këndonte një këngë të vjetër shqiptare që kishte kënduar për fëmijët e saj. Ariana dhe Lukas qëndruan pranë, duke shikuar këtë moment të bukur. Ishte një moment shërimi, një moment kur e kaluara dhe e tashmja filluan të bashkohen. Gjatë kësaj kohe, komunikimi midis Arianës dhe nënës së saj u bë më i shpeshtë. Ata flisnin çdo javë dhe ngadalë Lule filloi të bënte pyetje për Lukasin. "Si është ai?" pyeti ajo një ditë. "Është i mrekullueshëm, nën," tha Ariana. "Ai është i sjellshëm, i kujdesshëm, punëtor. Ai më respekton dhe respekton kulturën time. Ai madje po mëson shqip që të mund të flas me ju një ditë." "Vërtet?" Lule tingëllonte surprizuar. "Po, ai dëshiron shumë t'ju takoj. Ai e kupton se sa të rëndësishëm jeni për mua." Lukas, me sy të lagur, ju përgjigj. "Nën Lule, Ariana është gjëja më e çmuar në jetën time. Do të kujdesem për të gjithmonë." "E di," tha Lule me një buzëqeshje. "E shoh në mënyrën që e shikon atë.
në mënyrën që kujdesesh për vajzën tonë të vogël, je një burr i mirë. Kur erdhi koha që Lule të kthehej në Shqipëri, ndarjes ishte e vështirë, por jo e dhimbshme si më parë. Tani kishte shpresë, kishte një lidhje të rivendosur. Do të kthehem, premtoi Lule, dhe herën tjetër do të përpiqem të sjell edhe bashkëshortin tim. Ai ka nevojë të shohë atë që unë kam parë. Do të presim, tha Ariana. Viti që pasoi ishte një transformim i plot. Babai i Arianës, Gjoni, filloi të zbutej ngadalë. Fotografitë që Lule solli mbrapsht, fotografitë të Lenës, të Arianës dhe Lukas së bashku, të lumtur dhe në paqe, filluan të ndryshonin perspektivën e tij. Vajza jon duket e lumtur, pranoi ai një ditë duke shikuar një fotografi. Ajo është e lumtur, konfirmoi Lule. Dhe Lukas është një burr i mirë. Ai e respekton kulturën tonë, po mëson gjuhën tonë dhe e don vajzën tonë thellësisht. Por çfarë do të thonë njerëzit? Pyeti Gjoni, ende i shqetësuar për opinionin e komunitetit. Kujt i intereson çfarë thonë? Tha Lule me një forcë të re. A kanë ata ndonjë të drejtë të gjykojnë? Vajza jon ka jetuar larg shtëpisë, ka punuar fort, ka dërguar para për ne dhe ka gjetur dikë që e do. Duhet të jemi krenar për të, jo të turpëruar. Këto fjalë e prekën Gjonin. Ai filloi të mendojë më thellë për gjërat që kishin domethënie vërtet, jo opinioni i komunitetit, por lumturia e vajzës së tij. Disa muaj më vonë, në një mëngjes dimri, Ariana mori një telefonat nga babai i saj. Ishte telefonata e parë që ai kishte bërë që kur ajo ishte larguar. Ariana, tha ai, dhe zëri i tij ishte i thyer nga emocioni. Babi, tha Ariana duke filluar të qaj me një herë. Më fal, tha Gjoni. Më fal për gjithçka. Kam qenë kokfort dhe i verbër. Kam lënë krenarin dhe frikën të më kontrollojnë, dhe kështu kam humbur kohë të çmuar me vajzën time dhe nipërken time. Babi, nuk ka gjë për të falur, tha Ariana përmes lotëve. Kuptoj përse reagovat ashtu. Kultura jon, traditat, e di se të gjitha këto janë të rëndësishme për ju, por lumturia jote është më e rëndësishme dhe kam qenë budalla që nuk e kam parë më herët. Nëna jote më ka treguar fotografi, më ka treguar për bashkëshortin tënd, dhe tani dua ta takoj. Dua të vi atje me nënën tënde dhe të kërkoj falje personalisht. Ariana nuk mund të fliste. Emocioni ishte shumë i fortë. Do të vim pranverën e ardhshme, vazhdoi Gjoni, dhe do të sjellim Arbenin dhe Dritanin gjithashtu. E gjithë familja do të jetë së bashku përsëri. Kur ai ditë arriti, një ditë e bukur pranvere, kur lulet ishin në lulëzim të plot, Ariana, Lukas dhe Lena shkuan në aeroport për të pritur familjen. Kur i pa të gjithë, nënën, babain, Arbenin, Dritanin, duke dalë bashk nga borta, Ariana vrapoi drejt tyre. Ishte një përqafim masiv, një grumbull njerëzish që qanin dhe sheshnin të njëjtën kohë. Babai e mbajti Arianën për një kohë të gjatë. Më ke munguar vajza ime, tha ai. Çdo ditë që ke qenë larg, je më munguar. Më keni munguar edhe mua, babi. Pastaj Gjoni u kthye drejt Lukasit, që qëndronte pak më tutje me Lenën në duart e tij. Lukas e vendosi Lenën poshtë dhe u afrua me respekt. Zoti Gjon, tha në shqip, jam Lukas, jam i nderuar t'ju takoj. Gjoni e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj, pa pritur, e përqafoi. Faleminderit që kujdesesh për vajzën time. Faleminderit që e bën atë të lumtur. Ishte një moment që asnjëri prej tyre nuk do të harronte. Javët që familja kaloi në Zvicër ishin të mbushura me gëzim dhe shërim. Ata vizituan qytetin, njohën familjen e Lukasit dhe më e rëndësishmja, kaluan kohë së bashku si një familje e rivendosur. Gjoni dhe Lule luajtën me Lenën, duke i mësuar fjalë shqipe dhe këngë tradicionale. Arbeni dhe Dritani lidhen miqësi me Lukasin, duke dalë së bashku dhe ndar histori. Një emte, ata organizuan një darkë të madhe, ku të dy familjet, shqiptare dhe zvicerane, ulshin së bashku. Ishte një tablo e bukur e diversitetit dhe dashurisë, e dy kulturave që ndanin një vakt dhe celebronin lidhjen që i bashkonte. Kjo është ajo që duhet të jetë jeta, tha babai i Lukasit, duke ngritur gotën. Njerëz nga vende të ndryshme, me histori të ndryshme, duke ardhur së bashku me respekt dhe dashuri. Për Arianën dhe Lukasin dhe për atërmorën e ndritur që po ndërtojnë. Të gjithë ngritën gotat e tyre dhe duar trokitën. Vitet që pasuan ishin të mbushura me gëzim dhe përmbushje.
Ariana dhe Lukas patën edhe një fëmijë të tjerë, një djalë që e nomon Elian, një emër që gjithashtu funksiononte në të dyja gjuhët. Lena dhe Eliani u rritën duke polur 3 gjuhë, shqip, gjermanisht dhe anglisht. Ata u rritën duke njohur të dy gjyshrit, duke vizituar Shqipërinë çdo verë dhe duke pritur familjen shqiptare në Zvicër çdo dimër. Ariana vazhdoi të punonte, duke u bërë menaxhere në kompaninë ku punonte. Ajo gjithashtu filloi një iniciativë për të ndihmuar gra të tjera shqiptare që vinin në Zvicër, duke u ofruar këshilla, mbështetje dhe një rrjet miqësie. Lukas u bë inxhinier i suksesshëm, por më e rëndësishmja, ai u bë një bashkëshort dhe baba i devotshëm. Ai mësoi shqip rrjedhshëm, vizitoi Shqipërinë rregullisht dhe madje filloi të mësonte për historinë dhe kulturën shqiptare. Familja në Shkodër u rinjoftua plotësisht. Baba i Gjon, edhe pse fillimisht kishte qenë më i vështirë për t'u bindur, u bë një prej mbështetësve më të mëdhenj të martesës. Ai shpesh tregonte me krenari për dhëndrin e tij zviceran dhe për niprit e tij dygjuhësh. Kam qenë budall, pranoi ai një ditë për Arianën. Kam lejuar frikën dhe krenarin të më verbonin, por tani shoh që dashuria e vërtet nuk njeh kufi, dhe ti vajza ime ke qenë më e guximshme se unë. Nëna Lule u bë një vizitore e rregullt në Zvicër, duke kaluar muaj të tërë duke ndihmuar me fëmijët. Ajo dhe zonja Müller, nëna e Lukas, u bën miq të ngushtë, duke tejkaluar barrierën gjuhësore përmes dashurisë së përbashkët për niprit. Arbeni dhe Dritani gjithashtu patën jetë të suksesshme. Arbeni studioi në universitet, duke u bërë mësuesi i parë i gjeneratës në familje. Dritani hapi biznesin e tij të vogël ndërtimi. Të dy u martuan më vonë, dhe martesat e tyre ishin të lira nga presionet që Ariana kishte përjetuar. Shembulli i saj kishte hapur rrugën për një mënyrë të re të mendimit në familje. Historia e Arianës u bë një shembull frymëzues në komunitetin shqiptar në Zvicër. Shumë vajza të reja që luftonin me sfida të ngjashme e kërkonin atë për këshilla. Ajo gjithmonë u thoshte të njëjtën gjë. Respektoni familjen tuaj dhe kulturën tuaj, por mos harroni se gjithashtu keni të drejtë të jeni të lumtur. Dashuria e vërtet nuk tradhtoi kulturën, ajo e pasuron atë. Dhe ndonjëherë, duke qëndruar të fortë në bindimet tona, krijojmë ura që lidhojnë bota dhe zemra. Një ditë, shumë vite më vonë, ndërsa Ariana ishte ulur në kopshtin e saj me Lenën dhe Elianin, tashmë adoleshent të rinj, ajo mendoi për udhëtimin e saj. Nga vajza e vogël në Shkodër që ëndërronte për një jetë më të mirë, tek gruaja e re që kishte marrë vendimin më të vështirë të jetës së saj, deri tek nëna dhe bashkëshortja, që tani kishte ndërtuar një jetë të bukur. Nën, tha Lena duke nxjerrë nga mendimet. A pendohesh ndonjëherë për zgjedhjen që bëre? A pendohesh që u martove me babin? Ariana buzëqeshi dhe shikoi drejt shtëpisë, ku Lukas po luante me Elianin. Pastaj shikoi drejt fotografive në tryezën e kopshtit, fotografi të dy familjeve së bashku, të fëmijëve të saj duke rritur duke njohur të dy kulturat, të një jete të mbushur me dashuri. Asnjë moment, tha ajo me siguri. Rruga ishte e vështirë dhe ka pasur momente kur mendova që nuk do ta përballoja, por çdo let, çdo sakrificë, çdo moment vështirësie, të gjitha kanë çuar këtu, në këtë jetë të bukur që kemi ndërtuar, në një familje që është e bashkuar nga dashuria, jo nga frika apo tradita. Kështu që jo, nuk pendohem. Do ta bëja të gjitha përsëri, sepse ju dhe Eliani dhe babi juaj jeni shpërblimi im. Dhe ndërsa dielli po përlëndonte në kopshtin e tyre, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz, Ariana e dinte që kishte marrë zgjedhjen e drejtë. Kishte zgjedhur dashurinë, kishte zgjedhur guximshërinë, dhe në këtë zgjedhje kishte vetur no vetëm lumturinë e saj, por kishte hapur rrugën për të tjerët që do të vinin pas saj. Dashuria e saj e të Lukasit kishte provuar se dashuria e vërtet nuk njeh kufi, nuk kufizohet nga kultura apo gjuha. Ajo ishte një forcë që mund të ndërtonte ura, që mund të shëronte plag dhe që mund të krijonte një botë më të mirë për gjeneratat e ardhshme. Dhe kjo ishte historia më e bukur që mund të tregohej.